Mund vazhdo. Ti bën nga mute apo është gjë mute? Okej. Kamera një. Përshëndetje. Dëgjohem? Po, dëgjohesh. Atëherë përshëndetje, uroj që t'jeni mirë të gjithë. Ditën e sotme, falë të prezantohem fillimisht, unë jam Kassandra Çullhai, jam këshilltare ligjore në kompaninë Eurolab International Group SHPK. Është një kompani që merret me distribucionin e pijeve alkolike me brende kryesore si Corona, Moeti, Peroni e tjerë. Bazuar në eksperiencën që unë kam pasur si juriste biznese vitet e fundit, menduam që sot të bëjmë një kurs. Në fakt i gjithë kursi do të jetë i fokusuar kryesisht në marrëdhëniet juridike që krijohen në një biznes. Pra duke nisur që nga marrëdhëniet e punës, marrëdhëniet me debitorët, më pas do të shohim krijimin e një biznesi, aktet kryesore, vendimet e asamblesë dhe orën e fundit, siç po diskutoja dhe me pjesën e vajzave që janë fizikisht, neve kemi të programuar krijimin e një organizate jo fitimпruese dhe aktet kryesore të saj. Megjithatë, jemi të hapur ndaj sugjerimeve në rast se ju mendoni dhe gjykoni që një temë tjetër më praktike mbase do të ishte më e vlefshme për ju dhe punërave që ju bëni. Ditën e sotme, ashtu siç thash, neve do të fokusohemi te marrëdhëniet e punës. Kryesisht orën e parë, le të them, ose më saktë pjesën e parë, që do të jetë e shkurtër, do bëjmë një përmbledhje të përgjithshme të marrëdhënieve të punës. Pra, se si fillojnë ato, cilat janë kushtet, cilat janë elementet që duhet përmbajë një kontratë pune, të drejtat dhe detyrimet që krijohen në një marrëdhënie pune, shkeljet që mund të ndodhin të kontratës punës dhe si kjo më pas përkthehet në masa disiplinore për punonjësit, se si merren masa disiplinore, si funksionon procedura dhe në fund fare do të shikojmë se si përfundon marrëdhënia e punës. Pra, cilat janë procedurat që duhet të ndiqen për të larguar një punonjës nga puna, cilat janë aktet e nevojshme dhe si krijohen ato, dhe në slajdin e fundit dhe pjesa e fundit e kësaj pjese teorike, le të themi tonjza, do të jetë se cilat janë shpërblimet që një punonjës mund të marrë në rastet e largimit pa drejt nga puna. Unë fillimisht do ta fokusoja nga ana e biznesit, pra para nga ana e juristit të biznesit, se çfarë hapash duhet të ndërmarrë për të mbrojtur biznesin në këto lloj marrëdhëniesh, dhe do të bëj një përshkrim të shkurtër, do ta shohim dhe në vijim, se si ju mund të mbrojeni në rast se jeni punonjës dhe mendoni se jeni shkarkuar pa të drejtë nga puna. Që të mos humbim kohë, meqense filluam dhe pak minuta me vonesë, po e nisim me kushtet për lindjen e marrëdhënies punës. Marrëdhënia e punës në fakt është marrëdhënie shumë komplekse, sepse përmban shumë të drejta dhe detyrime, pavarësisht se pjesa më e madhe e jona kur lidhim një marrëdhënie pune dhe një kontratë pune, nuk i futemi shumë në detaje ta lexojmë dhe kjo është gjë shumë më e keqe në fakt. Por kontrata e punës është akti themelor që juve do ju duhet në çdo moment t'i referoheni në çdo lloj problemi që ju mund të keni me punëdhënësit, apo si jurist biznesi ju mund të keni me punëmarrësit. Që një kontratë pune, atëherë ta nis që nga kjo më saktë që fillim. Pavarësisht se biznesi mund të zgjidhë të mos e konkretizojë marrëdhënien një kontratë pune, pra të mos bëjë një kontratë të shkruar pune, kjo nuk e cënon ekzistencën e marrëdhënies punës. Që do të thotë që pavarësisht se biznesi nuk e ka lidhur një kontratë pune me shkrim, kjo nuk do të thotë që marrëdhënia e punës nuk ekziston dhe nesër pas nesër punëmarrësi nuk do të ketë pretendime në lidhje me këtë marrëdhënie e punës. Marrëdhënia e punës përmban detyrime për të dyja palët, që ne do t'i shikojmë në vijim, po unë po e nis nga kushtet për t'u lidhur një marrëdhënie pune. Për të lidhur një marrëdhënie pune, punëdhënësi në këtë rast, po i referohem gjithmonë nga kuadri i juristit të biznesit, duhet të jetë i sigurt që personi me cilin po lidh marrëdhënien e punës është një person që ka zotësi juridike për të vepruar. Për ato që nuk janë juriste, zotësi juridike për të vepruar kanë persona që janë mbi 18 vjeç dhe që janë të përgjegjshëm mendërisht. Megjithatë, kontratat e punës mund të lidhen dhe me të mitur, por në raste të veçanta, vetëm gjatë pushimeve vjetore të tyre, gjatë pushimeve të verës, dhe gjithmonë me miratimin e prindrit qoftë edhe në heshtje. Pra në heshtje do të thotë që në rast se prindri nuk ka ardhur, nuk ka shfaqur një shqetësim për të marrëdhënie pune. Në këtë rast unë do të isha shumë e mendimit që kjo gjë të konkretizohej edhe në kontratë, që do të thotë në momentin që në kontratë shkruhen palët, të thuhet me miratimin e prindrit filani dhe pse jo edhe prindrit të firmosin në fund të kontratës. Nuk ka asgjë për të qenë të mbrojtur 100% në rast se pretendohen shkelja apo cënime që lidhen me moshën e të miturit.
Marrëdhënia e punës kryesisht në ana praktike fillon që nga momenti që ju e regjistroni punojësin në institucionet përgjegjëse për kontributet shëndetësore dhe shoqërore. Që nga aty quhet që marrëdhënia e punës ka filluar. Megjithatë, mund të ketë dhe marrëdhënie pune që kanë filluar sepse është çështje vullneti, marrëdhënia e punës mund të ketë filluar dhe në momenti që ju jeni marrë vesh në email që pranoj të vi me këto kushte e gjitha. Në momentin që regjistrohet, punëdhënësi ka detyrimin që brenda 7 ditësh, që në momentin që lind marrëdhënia e punës, të bëj kontratën me shkrim. Pra, bërja e kontratës me shkrim është detyrim ligjor për punëdhënësin dhe nesër pas nesër punëdhënësi nuk mund të pretendojë që unë nuk kam kontratë me një punëmarrës në rast se ai shfaq pretendime saktuara, sepse legjislacioni jon ja njeh atë si detyrim në çdo lloj rasti, pavarësisht se punojësi mund mos e ketë pranuar, mund mos e ketë kërkuar lidhjen e një kontrate, gjithmonë duhet lidhur kontrata, që të jenë të dyja palët të mbrojtura në çdo lloj rrethane që mund vinë në vijim. Kontratat e punës nuk po I futem shumë në thelb pjesës së kushteve për të qenë një kontratë e vlefshme, sepse këto janë shumë ligjore dhe një pjesë e madhe mund mos kenë të bëjnë shumë me anën juridike, por duan të marrin informacionin kryesor dhe bazë. Kontratat e punës në momentin kur lidhen, pavarësisht nga forma e saj si janë të strukturuara ndene, se si vjen renditja e tyre, nuk ka ndonjë rëndësi, duhet të kenë të paktën identitetin e palëve. Kur flasim për identitetin e palëve, duhet që tek biznesi të jenë elementet kryesorë, pra emërtimi tregtar I biznesit, niti I biznesit, adresa e tij, administrator përfaqësuesi ligjor I biznesit, mbase mund të shkruani të fushën e veprimtarisë, por kjo nuk është së domosdoshme, dhe të palës të jenë vendlindja, numri e ID-s, këto janë gjërat kryesore minimale që duhet të ketë. Si thash, në rastin kur ka të mitur, ju mund të shkruani tek pjesa e hyrjes së kontratës që me miratimin e prindrit e të dhënat e prindrit. Vendin e punës, kjo është shumë e rëndësishme. Në çdo rast kur lindet kontrata e punës, unë do ju shpjegoj fakt edhe pak më vonë në lidhje me telepunën, meqense është interesante dhe vitet e fundit është bërë shumë e zakonshme, duhet të shkruhet vendi I punës. Pra punojësi duhet të di se ku do të ushtrojë ai veprimtarinë e tij profesionale të përditshme. Nuk mund të lihet evazive. Në rast se do të jenë dy ambiente ku ai duhet të ushtrojë veprimtarinë, duhet të parashikohen që të dyja ato ambiente. Përshkrimin e përgjithshëm të punës. Tani përshkrimi I punës është pjesa kryesore e kontratës punës. Pra detyrimet ose më saktë jo detyrimet, po përgjegjësitë që ai do të ketë gjatë punës. Një punonjës kontraktohet për të bërë 1, 2, 3 detyra funksionale. Personalisht unë jam me idesë që e mira është që përshkrimi I punës të bëhet në një aneks, sepse është më thjesht të ndryshohet gjatë marrëdhënies. Në rast se nesër pas nesër do të ishte nevojshme që punojësit t'i hiqet një përgjegjësi apo t'i shtohet një përgjegjësi, kryesisht kur do t'i shtohet, sepse aty lindin pastaj mosmarrëveshjet në rast se shkohet një proces gjyqësor, është më e mirë të jetë në një aneks më lehtë ndryshueshëm se sa kontrata e punës. Data e fillimit punës, që normalisht shkruhet që në fillimin e kontratës, ne do ta shikojmë dhe në draftin e kontratës konkretisht, kohëzgjatja, do ta shkojmë te kontrata, po unë po ju them gjërat kryesore që përgjithsisht legjislacioni jon pranon kontratën pa një afat të caktuar, që do të thotë që duhet që një kontratë pune në momentin që nuk lidhet me kryerjen e një veprimtarie specifike apo në rastin e një projekti, për shembull, që do zgjasë 6 muaj. Përgjithsisht preferohet që kontrata e punës të jetë pa afat për të krijuar edhe një lloj mbrojtje ndaj punëmarrësit, sepse gjithë legjislacioni dihet që është në funksion të mbrojtjes së punëmarrësit si pala më e dobët në këtë marrëdhënie. Megjithatë, edhe kontratat me afat mund të zbatohen, por është e preferueshme që kontrata me afat të ketë një shkak, edhe ky shkak duhet gjithmonë të citohet në kontratë. Pra, unë po punësoj X-in me një kontratë 6 mujore, sepse do bëj këto detyra që zgjasin 6 muaj apo që lidhen me plotësimin e këtij afati. Nuk është e sugjerueshme që të bëhet në çdo rast kontrata me afat, sepse punëdhënësit në Shqipëri linden me këtë idenë që ta bëj një vjeçare, ta shikoj se si do jetë dhe pastaj po e kaloj në kontratë pa afat. Kohëzgjatja e pushimeve të paguara, siç e dini, legjislacioni jon parashikon 4 javë pushime të paguara dhe këto gjithmonë duhet të jenë në kontratë. Absolutisht, në rast se një punëdhënës ka dëshirën e mirë që të japi më tepër, kodi I punës parashikon vetëm kërkesat minimale bazë. Në çdo rast mund të ketë edhe më tepër përfitime për punëmarrësin. Elementet përbërës të pagës dhe datën e dhënies së saj.
Paga si elementi kryesor dhe më i rëndësishëm se njerëzit lidhin një marrëdhënie pune, duhet të jetë shprehur qartë, duhet të jetë shprehur në monedhën që ajo do të merret, në masën bruto apo neto, dhe në raste ku kemi të bëjmë me bonuse ose në raste përfitojnë bonuse, duhet të shkruhet dhe mekanizmi i përfitimit të bonusit. Do thotë shpesh unë kam parë dhe njoftime që thonë bonuse të pëlqyeshme apo dhe këto bonuse nuk janë fare në kontratë. Në rastin kur flitet për bonuse, bonusi duhet të shprehet në kontratë dhe mekanizmi se si përfitohet. Pra, për X shitje për shembull, përfitohet ky bonus dhe të gjitha me radhë. Po më thuaj. Po. Po. Jo, atëherë për ju mbase që jeni online edhe nuk dëgjohet mirë, njëra nga vajzat tu prezente bëri pyetjen që në rast se paga nuk është e përcaktuar në kontratë, si do të vijohet më pas në rast se shkohet në gjykatë për zgjidhje të padrejtë marrëdhënies punës dhe si do të vërtetohet paga mujore. Në këto raste, në rast se paga ka kaluar në bank, atëherë ke statement bankare që të gjitha gjithmonë vinë me përshkrimin pagë pune ose kalim page. Pastaj në rast se paga merret në dorë, kjo është shumë problem. Kjo është shumë problem. Po. Jo, është shumë e drejtë. Në këtë rast është punëmarrësi ai që duhet gjithmonë të loboj që t'i ketë të gjitha në kontratën e punës, ose minimalisht do të kalojnë nëpërmjet bankës. Kur ti nuk ke akte që ta vërtetojnë, që do të thotë në rast se kalojnë me ato, kanë qenë ato blloqet më përpara që shkruaj paga, mandate, po. Në rast se ti nuk ke prova, është diçka që është shumë e pamundur për të vërtetuar në gjykatë. Se ti mund thua që unë kam marrë 300.000 lekë në bankë, por pjesën tjetër e kam marrë në dorë, por nuk e vërteton dot, dhe kjo është humbje për punëmarrësin pastaj që këto lloj marrëdhëniesh e para nuk duhet të ekzistojnë fare. Pagesat në dorë nuk duhet të jenë fare funksionale, sepse siç thash është ky rasti i vërtetimit që ti nuk e vërteton dot se sa je paguar realisht dhe për këtë efekt ti në momentin që do kërkosh shpërblimin e dëmit që do shohim në vijim, do kërkosh ose për atë pjesë që ty të ka kaluar në bankë, ose në rast se pastaj nuk ke fare asnjë lloj kalimi në bankë, do bëhet në bazën e pagës minimale. Të lutem, kozgjatja normale javore, siç e dim, kodi jon i punës parashikon jo më shumë se 40 orë, që kjo mund të jetë distribuar në bazë të nevojave dhe 8 orë në ditë, le të themi, përgjithsisht sepse kur bëhet fjala për pushimin javor, duhet të jenë më pak, jo më pak se 36 orë të marra së bashku, pra 12 orë një ditë dhe një ditë 24 orë plot duhet të jetë pushim. Pavarësisht se këto është e shtuna në punë dhe ti ke një ditë javës pushim, nuk është se ka ndonjë rëndësi. Dhe pagesa ekstra mbi orët që ti bën shtesë, do ta shikojmë dhe pak në vijim, për çdo orë shtesë detyrimisht duhet paguhet 25% që është ekstra mbi pagën ditore që ti do merr mbi pagesën ditore dhe për fundjava gjithashtu paguhet, po, ditët e festave pa diskutim. Referencat e kontratës kolektive në fuqi, kjo është përgjithsisht në rastet kur kemi të bëjmë me industri caktuara që kanë kontrata kolektive, për shembull që kanë sindikata, punonjësit në fushën e arsimit kanë sindikatën e tyre dhe detyrimisht lidhin kontrata kolektive që përbëjnë si referencë, por nuk është shumë aplikueshme se në Shqipëri, siç e dini, sindikatat janë shumë aktive dhe shumë pa diskutim, kjo një herë. Periudha e provës, legjislacioni jon parashikon që periudha e provës është 3 muaj dhe nuk mund të jetë më tepër, por gjithmonë në çdo rast mund të jetë më pak. Pra, nëse ju mendoni se për një muaj arrini të shikoni në aftësitë profesionale të punëmarrësit, përshtatet me atë që ju kërkoni, mund ta vini edhe një muaj, nuk është absolutisht fare problem. Por në asnjë rast më tepër se sa 3 mujori. Llojet dhe procedurat e masave disiplinore, në rast se nuk ka kontratë kolektive që e parashikon. Por edhe në rast se ka kontratë kolektive, prap sugjerohet që këto të parashikohen në kontratë. Pra në kontratë duhet të jetë edhe cilat janë masat disiplinore që parashikohen.
në këtë pozicion pune, cila është procedura që ti do ta marrësh, edhe në rastin e zgjidhjes së marrëdhënies punës është e sugjerueshme gjithmonë që të jetë në kontratë sa ditë duhet të jetë njoftimi, që punëmarrësi të jetë i informuar paraprakisht se në çfarë marrëdhënie po futet dhe çfarë marrëdhënie pune po krijon. Llojet e kontratës punës, folëm dhe pak në fillim fakt, që nuk do zgjatem shumë. Kemi kontratë me afat të pacaktuar, kontratë me afat të caktuar, kontratë me kohë të pjesshme dhe kontratë tipologjisë veçantë që mund të jetë kjo agenti tregtar dhe puna nga shtëpia ose telepuna. Si thash, kontrata me afat të pacaktuar është kontrata bazë që përdoret dhe është ajo që është e sugjerueshme në çdo rast ku nuk kemi le të themi kërkesa specifike siç mund të jetë ajo agenti tregtar për shembull që ka paksa më të veçantë nga tipologjia e punës që bën. Kontrata me afat caktuar gjithmonë duhet të jetë e justifikuar në kontratë, pra shkakun për cilin ti po e bën kontratë me afat, dhe kontrata me kohë të pjesshme part-time, le të themi siç e njohim në gjuhën e përditshme, që përmban të njëjtat element me kontratën e zakonshme pa afat, megjithatë duhet të jenë të specifikuara oraret, sa orë në javë do punoj, cilat do të jenë oraret, duhet i ketë domethënë këto gjërat që lidhen me part-time, duhet i ketë të specifikuara. Kontrata e agentit tregtar që lidhet kryesisht ka diferencën le të themi me ambientin e punës që nuk është i njëjti, domethënë dihet që puna e tij do të jetë kryesisht në terren, bonuset që ai do marrë, puna e agentit tregtar në shumicën e rasteve është e lidhur me përfitimin e bonuseve mbi pagën dhe pjesa më e madhe punojnë me pagë bazë minimale dhe puna nga shtëpia ose telepuna, që pavarësisht se ne na duket si koncepti i ri, sepse këto vitet e fundit kemi filluar me online, kodi jone ka pasur që në 2015, edhe është kryesisht në Shqipëri nuk është se mund të jetë shumë e aplikueshme, po jashtë shtetit është bërë e zakonshme le të themi që pjesa më e madhe punojnë dy ditë në javë nga zyra dhe pastaj punojnë nga shtëpia. Kryesorja për këtë kontratë është që në këtë kontratë duhet të jeni shumë të vëmendshëm në rast se duhet të draftoni një tillë në elementet që lidhen me vendin e punës dhe me orarin e punës, nuk mund të jenë të njëjta si tek kontratat e zakonshme. Pra, vendi i punës nuk mund të jetë i përcaktuar tek kontrata telepuna, sepse ti nuk mund të thuash që do punosh nga Tirana apo nga Durrësi ku puna e tij lidhet online dhe bëhet online. E njëjta gjë funksionon dhe me oraret e punës që mund të jenë të ndryshme nga pikërisht mund të jenë të ndryshme nga ai orash i zakonshëm që bëhet në momentin që ti punon në zyrë apo në ambiente të tjera. Detyrimet e palëve këto po i kaloj shumë shpejt, por kryesorja që dua të sillem vëmendje në lidhje me detyrimet është që duhet jeni shumë të vëmendshëm te detyrimet që parashikon qoftë kodi i punës, qoftë kontrata e punës, sepse këto mund të bëhen shkak qoftë për zgjidhjen e kontratës punës, qoftë për vërejtjet, sepse aty lidhet detyrimet e punonjësit janë ato që nëse cënohen do të sillin një masë disiplinore ndaj tij. Kryerja e punës personalisht, do thotë nuk mund ta delegoj punën te dikush tjetër. Detyrimi i bindjes, pra i plotësimit të kërkesave të punëdhënësit në lidhje me punën, i kujdesit të zakonshëm në punë apo në varësi të pozicionit, kujdes të posaçëm në diçka caktuar, pra një jurist duhet të jetë i kujdesshëm në ndryshimet e legjislacionit, po themi, apo në varësi të pozicionit të punës. Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit, pra i raportimit në lidhje me punën dhe i kthimit të çfarë lloj gjëje që mund të keni marrë gjatë asaj pune, pra përdorimi i një laptop për shembull që ju jepet nga puna, ju keni detyrimin ta ktheni në momentin që përfundon. I përgjigjes për dëmin e shkaktuar. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Në rastin një punëmarrës shkakton një dëm tek punëdhënësi gjatë kryerjes së punës së tij, pra me pakujdesi të rëndë, me dashje apo nga neglizhenca e tij, ai përgjigjet personalisht për dëmin e shkaktuar, normalisht të ngrihet një padi nga ana e punëdhënësit që të përfitohet ky lloj dëmi, dhe nëse në çdo rast vlerësohet nga gjykata. Nëse gjykata vlerëson se dëmi është pa konsiderueshëm apo dëmi është me neglizhencë të lehtë, mund edhe të mos vendosi masë ndaj punëmarrësit. Detyrimet e punëdhënësit, mbrojtja e personalitetit që ka të bëjë me sjelljen në punë, që në Shqipëri në fakt vjet re një mungesë shumë e madhe e kësaj. Edhe kjo mund të jetë një ndër shkaqet që të përmendet në rast të një padije, pra është cënuar detyrimi i tij për mbrojtjen e personalitetit tim, bazuar në faktin që ka pasur këtë lloj sjellje gjatë marrëdhënies punës. Detyrimi i mbrojtjes të dhënave, kemi dhe legjislacionin që mbrojtjes të dhënave personale, detyrimi i informimit dhe konsultimit, kjo është kryesisht kur kemi të bëjmë dhe me kontratat kolektive apo kur merren vendime që kanë të bëjnë me të ardhmen e shoqërisë, ku kemi një këshill të punëmarrësve në kompani që kanë një numër shumë të madh punëmarrësh,
ekziston dhe një këshill punëmarrësish që drejtuesi i këtij këshillit apo dhe pjesëtar marrin pjesë në vendimet e rëndësishme të kompanisë që kanë të bëjnë me shkrirjen apo ndikojnë në vendimarrje, sepse kjo normalisht ndikon edhe në të ardhmen e punëmarrësve. Detyrimi për të lëshuar vërtetim pune, që për këtë mund t'i drejtojnë dhe gjykatës në rast se punëdhënësi është kaputur marrëdhënia në relata të këqija dhe refuzon të japi një vërtetim që ju keni punuar një periudhë caktuar. Megjithatë tani është bërë edhe si kompani. Po. Po. Fatmirësisht sot kemi këto që janë online kontributet që ti shkarkon nga Albania direkt, por në çdo rast është detyrimi, në çdo rast mund të drejtohesh gjykatës, dhe të pretendosh sepse mund duket diçka fare e zakonshme, por kjo mund të jetë diçka që ty të pengon për të ikur jashtë apo për të filluar një punë tjetër apo është i detyruar në çdo rast ta lëshoj. Pavarësisht se është bërë mbyllja, të paktën duhet japi një formë vërtetimi, një formë po. Po, e kuptoj, në rastin që po thot vajza, vulën ato e kanë pasur ende dhe në këtë rast ato duhet të bëjnë, është pushim, nuk është bërë çregistrimi, në rast se nuk është bërë çregistrimi atëherë mund ta lëshoj rregullisht. Po kur është bërë çregistrimi, këto janë masa që duhet merren paraprakisht, edhe sepse në këtë rast aplikohet kur bëhet regjistrimi, për shembull, mund të aplikohet edhe pushimi kolektiv nga puna, që ti pushon të gjithë punonjësit sepse dhe merret një formë vërtetimi punëdhënësi në çdo rast, pavarësisht se problemi që kam hasur unë në praktikë është që edhe juristët e kanë shumë të vështirë të dalin jashtë atij kuadrit të kodit punës. Si do të thotë, në rast se nuk e shikon diku të parashikuar, nuk e bën. Por kur ti e gjykon të arsyeshme që duhet të lëshohet një akt nga kompania, normalisht kur kjo është brenda kuadrit ligjor dhe pa shkelur, nuk është e thënë që kodi i punës ta parashikojë, sepse kodi i punës tash parashikon gjëra minimale, operacionet e biznesit mund të jenë të larmishme, të shumëllojshme. Mund të lëshoj një vërtetim për punonjësin, pavarësisht se nuk është e parashikuar këtu vërtetim pune, ti mund të lëshosh vërtetim dhe për diçka tjetër në lidhje me punonjësin. Kështu që në çdo rast biznesi edhe juristi kryesisht i biznesit duhet të jetë fleksibël edhe pak më i gjerë në mendim se sa atyre që shikon të shkruara në kode apo në ligje. Kur e gjykon një gjë dhe ajo gjëja nuk bie ndesh me parimet bazë juridike, duhet ta propozoj këtë gjë dhe pse jo do ta shikon edhe tek njoftimet. Detyrimi absolutisht, por në raste të tilla kur ndodh mbyllja, biznesi kur bën përfundimin e marrëdhënies punës, do ta shikon edhe tek aktet, kur bëhet përfundimi gjithmonë citohet periudha e punësimit, pozicioni i punës. Pra ti edhe nëse ke bërë mbylljen e biznesit, ti detyrimisht do ndjekësh procedurën e largimit nga puna. Dhe në vendimin e largimit, ti ke të përshkruara periudhën që ka zgjatur marrëdhënia e punës, pozicionin që ti ke qenë dhe gjitha këto me radhë. Kështu që pa diskutim që një vërtetim do ta kesh që ti ke ushtruar detyra pra një institucioni caktuar, qoftë kjo kompani private, zyrë ligjore, çdo lloj tipologjie biznesi privat. Detyrimi për të marrë masa për ruajtjen e shëndetit në punë, këto janë raste pa diskutim të domosdoshme, kryesisht lidhen me industritë e rënda, por edhe në rastet e zakonshme që punojnë në zyrë duhet merr masa që mos dëmtohet shëndeti, qoftë edhe me këtë uljen që bëjmë neve në karrige, që të jenë të caktuara dhe të përshtatshme për, domethënë, janë ato që zbatojnë dhe ISO-t janë më në dijeni të këtyre dhe më në zbatim. Tani kalojmë te pjesa më interesante, te masa disiplinore. Siç thash, pam detyrimet e punëmarrësit dhe të punëdhënësit, kryesisht të punëmarrësit, që ato pastaj do të bëhen shkak për masa disiplinore. Masa disiplinore parashikohen në kontratë kolektive në rast se kemi kontratë kolektive, por duhet të parashikohen me çdo rast në kontratën e punës. Punëmarrësi duhet të jetë i informuar se çfarë masash mund të merren ndaj tij në çdo kohë.
procedura për marrjen e masës disiplinore, pavarësisht se kodi i punës nuk ka fare informacion, pra të thotë vetëm që merret në bazë kontratës kolektive dhe duhet zbatohet e drejta e tij për të dëgjuar, nuk të jep asnjë lloj procedure që ti duhet zbatosh, asnjë lloj afati që ti duhet zbatosh. Personalisht unë jam e idesë që para se të merret masa disiplinore, gjithmonë të bëhet një takim me punëmarrësin. Pra, të merret në takim dhe të jepet e drejta për të dëgjuar. Ka ndodhur një ngjarje, punëmarrësi ka shkelur detyrimet kontraktore. Të merret në takim dhe ti njoftohet që kompania ka vërejtur që nga ana juaj është shkelur kjo. Duhet të jepet e drejta që ai të dëgjohet, të paraqesi kundër argumenta dhe të paraqesi edhe prova në rast se ai disponon, sepse ajo që ai ka bërë nuk mund të konsiderohet shkelje e kontratës punës. Pra, nuk sugjeroj që masa disiplinore të merret thjesht kompania vjet në dieni që punëmarrësi ka shkelur detyrimet, harton një masë disiplinore dhe thjesht ja njofton. Kjo nuk duhet të jetë mënyra sepse këtu ti cënon të drejtën e atij për të mbrojtur në një farë mënyrë ndaj masës që do merret. Në çdo rast janë marrëdhënie dypalëshe dhe palët duhet të kenë të drejtën e kundër argumentit, pavarësisht se punëdhënësi nëse është i bindur për ta dhënë masën do ta japi, por duhet të japësh drejtën punëmarrësit që të dëgjohet. Në kompaninë ku unë punoj, neve gjithmonë zbatojmë këtë. I dërgojmë një njoftim që ai paraqitet në zyrë për të bërë një takim. Paraqitet në zyrë, bëhet takimi, i shprehen arsyet e vërejtjes dhe më pas i njoftohet vërejtja, e cila gjithmonë duhet të jetë me shkrim, gjithmonë duhet të njoftohet personalisht, qoftë i jepet dorazi vërejtja dhe firmosë një proces verbal që ai e ka marrë vërejtjen, pra është në dieni të saj, ose në rast se përdorni sisteme të emailit të cilat janë e lidhur gjithë kompania, emaili zyrtar le të themi kështu të kompanisë, ti dërgohet edhe në emailin zyrtar. Në rast se punonjësi nuk është në zyrë për momentin, kjo mund të dërgohet me post rekomande që ty të vjen pas njoftimit që ai e ka marrë njoftimin për vërejtjen. Kodi jon i punës në llojet e vërejtjes që parashikon ka vërejtjet me shkrim, vërejtjet me paralajmërim për largim nga puna dhe zgjidhjen e kontratës. Këto po themi dalin si derivimi disa proceseve gjyqësore që janë bërë dhe i praktikës gjyqësore. Megjithatë mund të parashikohen edhe vërejtje të tjera, si për shembull pezullim nga puna për një afat të caktuar pa të drejtë page, apo heqjen e uljen në detyrë. Këto i parashikon rast pas rasti punëdhënësi dhe në varësi të llojit të punës që ai bën. Përgjithsisht vërejtjet ose masat disiplinore duhet të jenë të përshkallëzuara në sensin që në momentin që punëmarrësi merr një vërejtje me shkrim, pastaj ti nuk mund të vazhdosh prapë me vërejtje me shkrim, ai është përsëritës në vërejtje, mund të japësh një vërejtje me paralajmërim deri në pastaj në zgjidhjen e marrëdhënies punës. Çdo rast kur konstatohen shkelje, mund të mendohet që për momentin vërejtja nuk është diçka shumë e rëndësishme për të dhënë, por në rastin e zgjidhjes eventuale të marrëdhënies punës, këto janë elementë dhe prova shumë konkrete që punëmarrësi nuk ka performuar ashtu siç duhej gjatë gjithë periudhës punës dhe këto listohen dhe në vendimin pastaj që do ta shikojmë pak më vonë dhe në vendimin për ndërprerjen e kontratës punës. Si thash, procedura megjithëse nuk parashikohet në kodin e punës, është mirë që të zbatohet gjithmonë një takim para marrjes së kësaj mase. Edhe diçka tjetër tek masa disiplinore, që e thash në lidhje me takimin, sugjerimi im është që nga ana praktike në çdo takim që bëhet me punëmarrësin, kur mendohet që të merret një masë disiplinore apo kur mendohet që të zgjidhet marrëdhënia e punës, në çdo rast duhet mbajtur një proces verbal. Duhet dokumentuar gjithmonë ato çfarë punëdhënësi paraqet si fakte, ato çfarë punëmarrësi paraqet si kundër argumenta. Çdo gjë duhet të jetë dokumentuar dhe marrja në dorëzim e njoftimit kur kemi të bëjmë qoftë me vërejtjen apo qoftë edhe me largimin nga puna. Punëmarrësi duhet të jetë shumë koshient ose më saktë burimet njerëzore në këtë rast apo dhe juristi i kompanisë në rast se nuk kemi të bëjmë me burime njerëzore, duhet të jenë shumë preciz në gjithë ndjekjen e procedurës dhe ta dokumentojnë këtë ndjekje procedure, sepse ti mund thua që unë e kam njoftuar të paraqitet le të themi në takim brenda 72 orësh deri në një javë, por ti ja ke thënë gojarisht dhe ti nuk e provon dot në asnjë mënyrë që ti e ke ftuar në takim të punëmarrës për t'i lajmëruar largimin nga puna. Më falni vetëm një sekond, kemi një pyetje më duket. Okay. Po thotë Ornida që mund ta kemi materialin, patjetër do t'ju kaloj këtë materialin dhe ato që do të shikojmë pak më vonë, të anës praktike, pra si duhet të hartojmë aktet. Ku kemi të bëjmë tani me zgjidhjen e kontratës, është pjesa më problematike, pjesa më e rëndësishme e themi për punëdhënësin dhe pjesa e cila ka
më shumë procese gjyqësore, sepse si thash ne mund të ngrejmë patindaj punëdhënësit edhe në raste të shkeljes gjatë kontratës punës, por kryesisht ato lindin në momentin e zgjidhjes kontratës punës. Tani, në varësi të llojit të kontratave që kemi zgjidhjen e kontratës me afat caktuar. Zgjidhja e kontratës me afat caktuar mendohet që ajo duhet bëhet në momentin që përfundon afati për cilin është lidhur. Megjithatë, mund të ndodhi që të zgjidhet edhe më parë. Në këtë rast, ti nuk zbaton afatet e njoftimit që zbaton në rastin e kontratës pa afat caktuar, por detyrimisht duhet zbatosh procedurën e zgjidhjes së kontratës. Pra, procedurën që do ta shikojmë pak më poshtë, që kam thënë, meqense është tipike e kontratës pa afat, procedura duhet zbatohet në çfarëdo lloj zgjidhje e kontrate. Qoftë edhe në zgjidhjen e menjëhershme të kontratës, që ngjan pak me zgjidhjen e kontratës pa afat, sepse ti nuk zbaton këto afatet e njoftimit që lidhen me kohëzgjatjen e punës, por procedurën e thirrjes në takim, e njoftimit, ftesës për takim, e marrjes së vendimit më pas, të gjitha ato duhet të ndiqen në çdo rast zgjidhjeje, pavarësisht nëse kemi të bëjmë me kontratë me afat apo pa afat. Si thash, kontrata me afat caktuar mjafton të ndiqet procedura e njoftimit, e njoftimit të zgjidhjes. Tani kemi kontrata me afat të pacaktuar. Te kontrata me afat të pacaktuar, ndër problemet kryesore që hasen në praktik është mos zbatimi i afateve të njoftimit. Pra ndodh diçka në punë, punëdhënësi i revoltuar, siç ndodh në Shqipëri, e thret punëmarrësin në zyrë i thotë mos hajde më, je i pushuar. Ndërkohë që nuk funksionon kështu. Funksionon sipas rregullave të kodit punës që parashikon që në momentin që ti do ta zgjidhësh kontratën e punës gjatë periudhës provës, 3 mujore, mjafton që ta njoftosh 5 ditë para. Por kur kemi të bëjmë me një kontratë që ka zgjatur nga 2 javë deri në 6 muaj, afati duhet të jetë 2 javë minimalisht. Kur kemi të bëjmë me një kontratë që ka zgjatur nga 6 muaj deri në 2 vjet, afati i njoftimit është 1 muaj. Dhe kur kemi të bëjmë me një kontratë nga 2 vjet deri në 5 vjet, kemi 2 muaj dhe mbi 5 vjet është 3 muaj. Parashikimet e kodit punës lidhe me këtë, lidhe me faktin që punëmarrësi duhet t'i lihet mundësia që ai të ketë mundësi të kërkojë për një punë tjetër, të mos vihet në vështirësi financiare direkte, të gjendet pa punë nga një moment në tjetrin. Parashikojmë dhe më vonë që gjatë gjithë kësaj periudhe, punëmarrësi ka të drejtën që të marrë 20 orë në javë të paguara për të kërkuar punë tjetër. Pra, nëse ti e ke njoftuar sot që kontrata jote e punës, meqense ka zgjatur 1 vit e gjys, do të zgjidhet mbas 1 muaj, gjatë 1 muaji ai ka të drejtën e 20 orëve në javë për të kërkuar për një punë tjetër. Te procedura, si thash, afatet e njoftimit, po thuaj. Po. Po, pa diskutim. Po, këto të gjitha, po ta shikoni dhe mënyra si e shpreh kodi i punës, thotë që pas përfundimit të periudhës së provës, atëherë nisin këto afate të reja, sepse ti deri në 3 muajshin e parë të provës, e ke periudhën 5 ditore, që do thotë nëse ai ka 1 muaj e gjys punë, ti brenda 5 ditëve e njofton që po pse do ishte katër? Jo, çfarë ndodh? E di pse ndodh kjo, sepse po, skripti. Jo, e ka mos po pa diskutim, por siç të thash, kodi i punës e ka të shprehur shumë të qartë këtë pjesë që thotë afatet e njoftimit pas përfundimit të periudhës provës. Dhe përgjithsisht kjo ndodh në momentin që një po. E mira po patjetër e kuptoj. Ajo që sugjerohet në fakt dhe është shumë e mirë është që për periudhën e provës të kesh një kontratë për periudhë prove. Dhe në momentin që ti vendos që këtë punëmarrës do të vijosh marrëdhënien e punës, të lidhësh kontrata pa afat. Dhe nuk ngatron, por prap nuk është shumë e qartë në ligj e shprehur që
pas periudhës së provës fillojnë këto afatet e reja. Pas periudhës së provës fillon edhe kontrata pa afat, le të themi. Por që jo nuk është prandaj dhe ne po bëjmë këtë trajnimin sot dhe e mira në fakt është që të tilla trajnime të ndiqen nga burimet njerëzore të kompanive, sepse burimet njerëzore kanë profile të ndryshme, përgjithsisht psikologji organizative apo lloje të ndryshme profilesh që edhe nuk janë në dijeni të këtyre lloj afateve, po dhe ligji nuk janë në gjendje ta interpretojnë siç e interpreton një jurist. Dhe jo çdo kompani mund të ketë një jurist. Dhe gjendemi para asaj që pjesa më e madhe e punëdhënësve, sidomos vitet e fundit, të gjithë në gjykat duhet të japin shpërblimet ndaj punonjësve sepse janë totalisht në shkelje të afateve, të procedurave. Tani, siç thamë, afatet e njoftimit do kalojmë te procedura, që procedura në fakt është ajo që në rastet e proceseve gjyqësore është ajo që ngrihet si diskutim më së shumti se sa pjesave e afateve. Në momentin që punëdhënësi vendos që një punonjës do ta largojë nga puna. Siç thashë, mira është që në këto raste ku kemi të bëjmë me shkelje, kjo të jetë dokumentuar edhe më parë me vërejtje, me masa të tjera disiplinore, pra të ketë një lloj rrjedhshmërie në gjithë marrëdhënien e punës, që të mos jetë një moment unë vendos të heq nga puna, pavarësisht se mund të ndodhin edhe ngjarje të tilla madhore që cënohet besimi ndërmjet palëve dhe mund të bëhet edhe zgjidhja menjëhershme, por po flas një rast të zakonshëm të një punëmarrësi që nuk performon. Dhe kjo mos performancë është evidente. Në momentin që merret, le të themi, vendimi nga punëdhënësi, ai duhet të njoftojë me shkrim punëmarrësin të paktën 72 orë para se sa të lërë një takim me të. Punëmarrësi i dërgohet një ftesë për takim, që ai të vinë në kompani, të diskutohet në lidhje me marrëdhënien e punës, të shprehë mendimet e tij në lidhje me marrëdhënien e punës, të pyetet çfarë mendon ti se nuk shkon, çfarë mendon punëdhënësi të japë shkaqjet e veta që nuk po shkon dhe nuk po funksionon në këtë marrëdhënie pune, pra të jepet e drejta që të dëgjohet, ashtu siç pam dhe tek vërejtja, edhe tek përfundimi i marrëdhënies punës, në çdo rast punonjësi duhet të dëgjohet dhe ai duhet të japi kundërargumentat e veta. Në këtë takim, siç thash, aty parashtrohen faktet dhe rrethanat që kanë çuar punëdhënësit të mendojë për një zgjidhje të mundshme të marrëdhënies punës. Atij jepet mundësia të paraqisë kundërargumentet dhe pretendimet e tij. Dhe pas zhvillimit të takimit, brenda një afati nga 48 orë deri në një javë, atij duhet të njoftohet vendimi që është marrë në lidhje me marrëdhënien e punës. Pra duhet të njoftohet vendimi i zgjidhjes së kontratës, në rast se ky do të jetë vendimi i punëdhënësit në këtë rast. Diçka që e diskutua më parë është 20 orët leje të paguara dhe në çdo rast në gjykat, barra e provës për zbatimin e procedurës dhe të afateve të njoftimit i takon gjithmonë punëdhënësit. Pra është punëdhënësi ai që duhet vërtetojë që jo, ky pretendim nuk qëndron sepse unë kam zbatuar procedurën, por ti duhet vërtetosh zbatimin e procedurës. Tani do t'ju tregoj pak ti bëjmë kështu më mirë që ndërkohë që flasim për këtë gjë të shikojmë edhe aktin apo doni më mirë që ti shikojmë në fund të gjitha aktet anën praktike se si draftohen. Ju tregoj tani që t'ju tregoj pak se si është, le të themi, ky njoftimi që ti e njofton punëmarrësin që të paraqitet në kompani. Atëherë, kjo është një draft standard që unë kam krijuar dhe do t'ju kaloj të gjithë, se si mund të jetë një njoftim për të paraqitur në kompani. Drejtuar normalisht dhe përgjithsisht lënda është ftesë për të paraqitur në ambientet e punës për të diskutuar rreth marrëdhënies së punësimit. Fillimisht që unë mendoj që është mirë, si në çdo rast nuk ekziston një format konkret. Çdo kompani mund ta bëjë sipas nevojave të saj, sipas përshtatjes saj. Neve po flasim për një draft standard që t'i plotësoj, le të themi, ato kërkesat ligjore të nevojshme, pa diskutim që mund të shtoni element pafund që ju i gjykoni të arsyeshëm sipas rastit. Fillimisht jepen disa të dhënia në lidhje me marrëdhënien e punës. Pra, ti kur i drejtohesh punëmarrësit, më falni, i thuaj që referuar marrëdhënies punës që ekziston rreth midis nesh, të lidhur me kontratën, me këtë numër, me këtë datë, ku ju jeni punësuar në këtë pozicion pune dhe keni pasur, le të themi, këto detyra në rast se zgjidhja lidhet me detyra specifike. Do paraqisni faktet rreth shkeljeve të kontratës. Pra, ka një arsye pse ju po e ftoni
punëmarrësin në këtë takim për të diskutuar rreth marrëdhënieve të punës. Do paraqisni të gjitha shkaqet dhe rrethanat të cilat ju gjykoni se nuk janë në përputhje me atë çfarë ju keni dakordsuar fillimisht. Pra, në rast se punojësi po themi po marr gjërat nga më banale, nuk respekton orarin e punës, është vënë re që gjatë këtyre periudhave ju nuk keni respektuar orarin e punës, apo shkeljen e kodit të etikës apo kodit të veshjes, apo gjëra pastaj më specifike që për shkak se po marrin një jurist për shembull, për shkak se ju nuk keni qenë i updateuar me legjislacionin e punës, kompanisë si ka ardhur një dëm në gjob në masën kaq. Domethënë, ju duhet jeni preciz dhe t'i listoni të gjitha shkaqet që ju mendoni se nuk shkojnë në këtë marrëdhënie, që më pas të visi eventuale dhe arsyetimi sepse ju do ta zgjidhni këtë marrëdhënie pune. Ju do ta informoni punojësin me anë të kësaj shkrese që do veprime apo mos veprime që ju keni kryer për bën shkelje të kontratës punës, për bën shkelje të kodit punës apo të kontratës kolektive në rast se do të ketë një tillë apo dhe rregullore të brendshme. Unë nuk e di se sa kompani në fakt në Shqipëri operojnë me rregullore të brendshme, por rregulloria e brendshme është një akt shumë i rëndësishëm që çdo kompani duhet ta ketë sepse ti e ke atë si referencë për kontratën e punës dhe rregulloria citohet në kontratën e punës dhe punojësi përveç legjislacionin le të themi që jo të gjithë mund të kenë akses në kodin e punës dhe ta kuptojnë, ama rregulloren e brendshme mund ta lexojnë, mund ta kuptojnë dhe e dinë që kanë këto detyrime duke nisur nga kodi i veshjes për shembull. Kodi i veshjes duhet të jetë diçka e parashikuar në rregullore. Apo oraret, okay, janë në kontratë, apo dhe etika e komunikimit, edhe gjëra të tjera që janë të domosdoshme në një përditshmëri pune. Se duhet kemi parasysh që kontratat e punës ne nuk i lidhim vetëm me njerëz të cilët kanë një formim dhe mund të kenë dy njohuri. Ne mund t'i lidhim dhe me njerëz që nuk kanë dëgjuar kurrë për etikën për shembull në punë. Dhe ato nuk mund pretendojmë që të kuptojmë këtë arsyetimin që ne po bëjmë sot që etika apo komunikimi me kolegët e punës. Duhet jemi të përshtatemi sipas nevojave dhe të rastit të punëmarrësit. Pikërisht, komunikimi edhe në këto shkresa që ju dërgoni apo njoftimet, duhet jetë një komunikim i kuptueshëm për çdo që e merr në dorë këtë shkresë. Domethënë, unë siç e shikoni, kam shmangur përdorimin në shumë të legjislacionit, domethënë mund të kem vënë vetëm kodin e punës, nuk jam referuar neneve konkrete, pavarësisht se mund ta bëni. Mund të ketë shumë shkelje, por thua shkelje të kodit punës i referon. Në vendim pastaj është e rëndësishme që të referohen. Në rast se shkeljet nuk janë drejt për drejt le të themi të kontratës, por cënuar parimi besnikërisë në rast se një marrëdhënie pune. Ti nuk mund ta kesh mbase nuk e ke në kontratë, por është në kodin e punës. Kështu që gjuha e përdorur mund të jetë një gjuhë e standarde dhe mesatare le të themi, që të jetë e kuptueshme për çdo që e merr. Në rastin e njoftimit për ftesën le të themi që para zgjedhjes marrëdhënies punës, mund të listohen dhe mbasa disiplinore. Siç thash dhe e ri përsëris sepse është realisht shumë e rëndësishme. Unë ka pasur disa raste zgjidhje marrëdhënie pune tek punët që kam qenë, në cilat më është dashur të asistoj nga ana ligjore, dhe problematika kryesore ishte kjo që ti nuk e vërteton dot që ky punonjës nuk ka performuar apo ka bërë shkelje të vazhdueshme. Ti thua shkelje të përsëritura, por këto shkelje të përsëritura duhet të jenë dokumentuara diku. Një gjë e rëndësishme është që të bëhet vlerësimi i performancës, që shumë kompani në Shqipëri nuk e kanë fare as si koncept, por as si praktik. Vlerësimi i performancës funksionon fiks për këtë gjë, që një herë në vit punëmarrësi vlerësohet për aftësitë profesionale të treguara në punë, apo edhe për gjithë pjesën tjetër të etikës, të marrëdhënieve me kolegët, me prorët. Pra, duhet të jetë e rëndësishme që këto të jenë të dokumentuara, sepse do shkosh në gjykatë si punëdhënës, do mbrosh veten, do thuash jo, unë kam zgjidhur kontratën për shkaqe të arsyeshme. Si do i shikojmë çfarë konsideron shkaqe të arsyeshme apo të paarsyeshme. Por ti nuk e ke të dokumentuar, ti mund të thuash që punojësi ka bërë këtë shkelje, është sjell kështu, ka bërë këtë, por s'ke asnjë fakt real që ta vërtetosh. Prandaj është shumë e rëndësishme që masa disiplinore gjithmonë në rast se quhet e nevojshme dhe domosdoshme, gjithmonë të merren për të pasur në dosjen e tij punëmarrësi, le të themi një rrjedhshmëri dhe një vijshmëri të gjithë periudhës së tij punës, se si ka performuar, se si kanë qenë raportet, dhe gjitha ato me radhë, sepse askush nuk e mendon që do shkojnë në gjykatë, por kur ndodh, pastaj të gjithë mundohen të gjejnë informacione, prova, si ta vërtetojmë, si ta bëjmë.
Patjetër, por në çdo rast prova me dëshmitar, siç është edhe tek kodi i procedurës, është një provë e cila është patjetër është subjektive, megjithatë dëshmitari betohet para sa të japi dëshminë e tij dhe mban përgjegjësi penale në rast se jep dëshmi të rrem. Por kur ke prova konkrete me shkrim, për shembull Kodi Civil parashikon që në rast se ti disa kontrata, po themi, duhet i bësh me shkrim, ti nuk mund t'i provosh me dëshmitar ato. Pra nëse ti ke detyrim ta bësh me shkrim nuk e provon dot me dëshmitar. Kështu që prova me dëshmitar gjithsesi është provë shumë e rëndësishme, por në çdo rast është më mirë që të kesh prova faktike të dokumentuara, dokumentare, po themi. Po, pa diskutim. Procesi gjyqësor është shumë kompleks në rast se arrihet deri në pikën e procesit, sepse ti detyrimisht do thrasësh dëshmitar, punëdhënësi do marrë dëshmitar, menaxherin tënd apo eprorin tënd. E mira është që ti kesh këto gjëra paraprakisht të kopsitura në thonjza siç themi ne, po të kesh dosin dhe ti jesh i sigurt që sido që të shkoj në gjykat, unë kam provat e mia. Për të dyja palët, kjo funksionon dhe për punëmarrësin. Pra, punëmarrësi në rast se atij komunikohet një urdhër i padrejtë, pra i vjen një email të cilit i kërkohet që të bëj le të themi të punoj një javë që ai ka pushim vjetor, apo t'i mohohet e drejta e pushimit vjetor, apo t'i kërkohet të punoj pa pagesë orë shtesë. Edhe punëmarrësi, në rast se këto i ka në email apo në çdo lloj forme të dokumentueshme, e mira është i ruaj, sepse thash, asnjëri nuk e mendon që do shkojnë në gjykat, por kur shkon në gjykat i kthehesh gjitha këtyre gjërave dhe thua po ta kisha ruajtur këtë emailin, ta kisha bërë screenshot apo ta kisha bërë mbasi juve listoni le të themi shkaqet dhe rrethanat, faktet që përbëjnë shkeljen dhe pastaj listoni dhe masat disiplinore që mund të jenë marrë që të visi dëshmëri. I kërkoni punëmarrësit të paraqitet në ambientin e kompanisë, të paraqisë dhe ai provat apo pretendimet që mund të ketë, thua mund të sillësh prova në rast se dokumentohen të gjitha, për të diskutuar për marrëdhëniet e punës. Në këtë njoftim, jo detyrimisht ju njoftoni zgjedhjen e marrëdhënies, sepse zgjedhja e marrëdhënies duhet njoftohet me vendim më vete, i cili ndodh pas takimit, vetëm pas takimit. Po. I keni njoftuar juve këtë ftesën për takim apo datën e takimit, mbahet takimi, në takim është shumë e rëndësishme çdo gjë të mbahet në proces verbal. Çdo gjë. Dhe mund të ndodhi që punëmarrësi refuzon ta firmosë proces verbalin se është e kuptueshme. Palët e tjera që janë prezente, firmosi e mira është që takimit mos bëhet vetëm me një person, gjithmonë sipas kushteve, se jo të gjitha janë kompani të mëdha dhe kanë mundësi të kenë menaxherin, të kenë personin e burimeve njerëzore, por e mira është që të paktën të jetë dikush i burimeve njerëzore, të jetë edhe eprori le të themi palës dhe palët e tjera prezente të thonë që personi punëmarrësi në këtë rast prezent po ka refuzuar të firmosë dhe firmosin dhe ato poshtë që janë dakord me këtë që ai ka qenë prezent por ka refuzuar të firmosi këtë proces verbalin. Në rast se nuk paraqitet pastaj juve prap mund t'i dërgoni një njoftim të dytë, në rast gjithmonë sipas në rast se juve dëshironi ta bëni këtë. Në rast se nuk dëshironi ta bëni, atëherë në rast se ai nuk paraqitet në njoftim, gjithmonë kur jemi të sigurt le të themi që ka marrë dieni dhe marrja e dienis si thash është mirë që ose të firmosi atë njoftimin, këtë njoftimin që po flasim tani, ta firmosi nëse ai është akoma në punë, burimet njerëzore t'ia dërgojnë të thonë që i ftuar në këtë datë për një takim me burimet njerëzore apo personi që mund të jetë përgjegjës për këtë, ta firmosi njoftimin, ose në rast se nuk është në kompani, nuk gjën në kompani, ti dërgohet me postë në banesën e tij dhe me postë rekomande, që do të thotë postë rekomande kur e dërgon posta të sjellë dhe njoftimin që personi e ka marrë këtë. Në moment që jeni të siguruar që ai e ka marrë njoftimin, ju mund të vazhdoni procedurën, sepse ai mund mos paraqitet kurrë, sepse e di shumë mirë se çfarë do ndodhi. Do të vazhdoni procedurën, do ndiqni afatet, dhe do i njoftoni pastaj po prapë në të njëjtën mënyrë, me postë rekomande dhe në emailin zyrtar në rast se disponon një tip, do njoftoni vendimin përfundimtar për zgjidhjen e marrëdhënies punës. Nuk është se mos paraqitja e tij mund ta mbajë peng, por në çdo rast tash nëse keni mundësi, nëse nuk është le të themi
e ngutshme si situatë, mund ta bëni dhe një njoftim të dytë, askush nuk ju pengon, nëse doni të jeni 100% të sigurt. Megjithatë, me një njoftim që ju të keni një farë sigurie që ai ka marrë dieni, ju mund të vazhdoni procedurën. Nuk është Po, për ju që jeni online, njëra nga vajzat po pyet që në rast se ai refuzon të firmosë njoftimin apo nuk ka asnjë lloj reagimi pavarësisht se ju mund ja keni dërguar një mail. Kjo shikohet rast pas rasti. Megjithatë unë thash, gjithmonë fundorja do të jetë që ju t'ia dërgoni me post. Domethënë kjo është e fundit. Në rast se ai e firmos njoftimin që në fillim, nuk është nevoja, por në rast se ai nuk ta firmos njoftimin, ti mund të shkosh mori dieni dhe nuk e firmosi, por për qenë të sigurt 100% se të gjithë punëmarrësit të jemi tani të sinqert, kur e din se çfarë procedure do ndiqet, nuk duan të firmosin, gjejnë justifikime që po nuk janë futur në email, nuk e kanë parë emailin, duan të shmangen. Pikërisht. Në rastin se ai vazhdon, të thash, kjo është një diçka, pikërisht, kjo është diçka që shikohet rast pas rasti. Nëse ai vazhdon është në punë, sepse mund ndodhi që ai ka bërë një shkelje për cilën ti do t'i komunikosh largimin dhe ai thjesht ka ikur nga puna pastaj. Ose kjo shikohet rast pas rasti, dhe në këtë rast ka ikur nga puna de facto, ti nuk mund t'i çosh me email zyrtar se ai nuk është se do pretendoj që se kam parë sepse nuk jam. Në rast se ju mendoni që, sepse thash është në varësi të situatës, nuk mund të jap një përgjigje fikse për këtë, sepse mund të jenë shumë të ndryshme, mund të jetë një agent tregtar që emailin thotë unë e hap një herë në javë, mund të jetë dikush që vazhdon punon dhe në atë rast merret e mirëqon që ai ka marrë dieni, mund të jetë një rast që ai nuk ta firmos fare, nuk paraqitet fare në punë, por tash e fundit fare është që në rast se ju nuk jeni të bindur që jam okay me këtë procedurë, domethënë jam në rregull e kam zbatuar okay, dërgojeni edhe me postë, nuk është se ka ndonjë kosto apo ndonjë. Dhe në postë mjafton të ketë marrë dieni dhe një person i familjes vet, që mund të jetë aty në atë moment, pra bashorti, prindi. Besoj jemi okay me njoftimin. Keni ndonjë pyetje qoftë edhe ju online në lidhje me formatin që duhet ketë njoftimi apo mënyrën e lajmërimit të tij? Në rast se nuk kemi atëherë, të kalojmë te zgjidhja e menjëhershme e kontratës, që është rasti më i zakonshëm në bizneset shqiptare, që ndodh zgjidhja e menjëhershme. Pra shkeljet janë aq të mëdha nga punëmarrësit sa nuk mendohet që të bëjmë, le të themi, procedurë. Zgjidhja e menjëhershme në kupton vetëm mos zbatimin e afateve të njoftimit. Pra procedura dhe në zgjidhjen e menjëhershme duhet zbatohet në çdo lloj rasti. Nuk është dhe zgjidhja e menjëhershme duhet të ndodhi për shkaqe madhore. Nuk mund të bëhet zgjidhje e menjëhershme sepse ti 2-3 herë je vonuar në punë, është e parësyeshme. Megjithëse gjykata nuk parashikon, kodi nuk parashikon raste të listuara sepse mund të bëhet zgjidhja e menjëhershme, ajo thotë që ka ndodhur një ngjarje apo një sjellje e cila e bën të pamundur vijimin normal të marrëdhënieve të punës, bazuar dhe në parimin e besnikërisë nëmjet palëve, sepse në fund ditës është marrëdhënie vullneti. Çdo lloj marrëdhënie kontraktore është marrëdhënie vullneti. Nëse nuk ekziston vullneti në ndërmjet palëve për ta mbajtur një marrëdhënie, është e kotë sepse nuk funksionon edhe nga ana e punëdhënësit, sepse gjithmonë thash edhe kodi është shumë në mbrojtje të punëmarrësit, por edhe nga ana e punëdhënësit, nëse ti gjykon që një punëmarrës nuk po e bën punën, nuk ke më dëshirë të punosh me atë njerëz, absolutisht ke të drejtën të zgjidhësh marrëdhënien e punës, por gjithmonë në zbatim të afateve të procedurave. Por të kthyer te zgjidhja e menjëhershme. Zbatohet procedura ashtu siç thamë edhe në rastin e zgjidhjes së zakonshme. Pra, punonjësi ftohet për takim të paktën 72 orë para, që do thotë sot është e hënë, ti minimalisht mund t'i lësh një afat të enjten, po themi, apo të premten, nuk mund t'i thuash sot për nesër që paraqitu në takim. Mbas takimit i njoftohet vendimi që është marrë brenda 48 orë, deri në një javë.
brenda këtij orari, brenda kësaj fashe kohore duhet të njoftohet vendimi detyrimisht, pra ti nuk mund të ftosh në takim dhe të kujtohesh pas një muaji ti thuash që shiko se unë ka vendosur të zgjidh marrëdhënien e punës, sepse i krijon një lloj pasigurie dhe pasiguri juridike, ai nuk mund të presi pafundësisht për vendimin e punëdhënësit. Si thash, bëhen për raste shumë të veçanta dhe për raste që kanë të bëjnë me shkeljen e parimit të mirëbesimit nga palët. Pra nëse ti po marr një rast banal, e kap punëmarrësin duke vjedhur nga kompania apo që ka bërë një shkelje shumë madhore, nuk është në këtë rast është e paarsyeshme që të pretendohet të zbatohen afatet e njoftimit. Ti e ke kapur duke kryer një akt shumë të rëndë kundër biznesit, nuk pretendosh tani që ta mbash edhe 2 muaj për të parë se si do shkojë situata. Pra, këto janë raste që justifikojnë zgjidhjen e menjëhershme. Jo mund të jetë në varësi të llojit të kompanisë, në varësi të tipologjisë së biznesit, por siç thash, ato i vlerëson dhe vetë punëdhënësi. Pra, konsiderohet rast shumë i rëndë, shkelje shumë e rëndë, nuk mund të bëhet menjëherë. Megjithatë, zgjidhja e kontratës nuk menjëhershme mund të bëhet dhe si vijim i disa vërejtjeve për shkelje të rënda. Thotë, nëse ti ke marrë një vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, dhe pastaj bën edhe një shkelje të rëndë tjetër, mund të bëhet edhe zgjidhja e menjëhershme edhe në këtë rast. Zbatimi i procedurës është i domosdoshëm, ku nuk zbatohen afatet e njoftimit, në këtë rast nuk është se mund të pretendoj punëmarrësi gjithmonë ku kemi të bëjmë me shkaqe shumë të rënda të cilat vlerësohen nga gjykata. Do të thënë, punëdhënësi nga ana e tij mund ta vlerësojë një shkak shumë të rëndë, por fjala fundore ngelet gjykatës gjithmonë nëse do kemi një proces gjyqësor eventual. Për zgjidhjen e menjëhershme të kontratës, do të shikojmë, unë kam vendosur në fund fakt të gjitha dëshpërblime që mund të merren, sepse mund të merren dëshpërblime për shkaqe të paarsyeshme të zgjidhjes, për zgjidhjen e menjëhershme, që është 2 muaj, nuk gabon, për afatet, për gjitha këto ka një kuotë caktuar që është parashikuar në bazë të pagave mujore. Kemi edhe zgjidhjen e kontratës për shkaqe të arsyeshme. Shkaqet e arsyeshme, si thash, janë këto shkaqet që lidhen me cënimin, po na pyet Stela sa orë zgjat seanca, seanca zgjat deri në orën 2:30. Meqense u bën një orë, nëse do kishit dëshirë të bëni një pushim 5 minutësh, si ta keni, sepse mua më shton që edhe mund ta bëjmë një pushim 5 minutësh në rast se ju keni nevojë, edhe ju të online-in, sepse jeni pak të mënjanuar. Si mendoni, keni dëshirë për një pushim 5 minutësh? Jo. Për mua nuk ka problem, thjesht tash më vjen pak kështu për këto online nga që nuk janë këtu fizikisht edhe nuk sigur nuk i dëgjohet zëri. Okej, atëherë po vazhdojmë, meqense nuk jemi lodhur. Atëherë, po thoya që kushtet e arsyeshme janë këto, kur bëhen edhe lidhen me mosrespektimin e kontratës nga njëra nga palët, ajo duhet të ndreshi dëmin e shkaktuar palës tjetër dhe si rrjedhimi i mosrespektimit të afatit, kur zgjedhet në mënyrë të menjëhershme dhe me shkaqe të paarsyeshme. Punëmarrësi i pushuar nga puna në mënyrë të menjëhershme dhe të justifikuar, pra kur thash e justifikuar gjithmonë kur kemi shkaktimin e një dëmi, kur kemi një shkelje madhore, u mbet drejtën e dëshpërblimit për vjetërsi, por ruan të drejtën e dëshpërblimit për pushimet e pamara. Që do të thotë, në moment që zgjidhet një kontratë pune për një shkelje shumë të rëndë nga ana e punëmarrësit, ai mund të pretendojë në gjykatë, sepse do ta shikojmë që për vjetërsi, mbas 3 vitesh vjetërsi, për çdo vit pune merret 15 ditë dëmshpërblim në rast se kemi zgjidhje të paarsyeshme të kontratës. Ai nuk mund të pretendojë vjetërsinë e punës, pra si dëmshpërblim. Në rast se ai ka kryer një shkelje madhore, gjykata do ta vlerësojë që ai nuk e meriton të marrë dëmshpërblimin e punës, por në çdo rast detyrimet kontraktore për pagimin e pushimeve të pamara apo dhe ti marrë pushimet dhe ti paguhen, në çdo rast zbatohen. Pra pushimet janë të pacënueshme këto, një muajshi vjetor po themi. Kemi shkaqet e paarsyeshme të zgjidhjes kontratës. Folëm për shkaqet e arsyeshme që thjesht i ndajmë pak që lidhen me mosrespektimin e kontratës, me shkaktimin e dëmeve dhe me shkelje madhore. Kemi shkaqet e arsyeshme që janë pretendimet që rrjedhin nga kontrata e punës. Pra nuk mund të zgjidhet një kontratë pune në rast se ai pretendon kalimin e pagës, sepse kjo është detyrim që lidhet me detyrimet e punëdhënësit nga kontrata. Kur punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor, pra në rast se ai ka munguar një ditë sepse ka shkuar të votojë për shembull, apo
Zakonisht votimet janë ditë të diel, po flasim kur ai ka përmbushur një detyrim ligjor apo vetë kallëzimit, sepse ai e ka detyrim që të kallëzojë në rast se bien dieni që punëdhënësi ka kryer një shkelje. Ai nuk mund pretendohet në këtë rast që është cënuar besimi ndërmjet palëve, sepse kjo është detyrim ligjor i tij dhe nuk mund pretendohet zgjidhet kontrata për këtë shkak. Kur shkel diskriminimin, domethënë shkaqet diskriminimit në punë, për motive që lidhen me ushtrimin e një të drejte kushtetuese, që nuk sjell pasojë në shkeljen e detyrimeve që rritin nga kontrata, siç thash, kjo e drejta e votimeve për shembull është një drejtë kushtetuese, që nuk mund ta cënojë në asnjë rast punëdhënësi. Po, pa diskutim. Kjo lidhet edhe me diskriminimin. Kjo është diçka që duhet ishte përfshirë në kontratën e punës. Pra ti nuk mund ta pretendosh të si të drejtë, sepse predikimi i fesë është diçka personale dhe punëdhënësi ka të drejtën ta respektojë, në sensin e mos diskriminimit tënd për këtë shkak, por në rastin e mungesave nga puna kjo është tjetër arsye pastaj. Dhe si e ke zgjidhur? Po? Po. 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 Jo, është patjetër. Po, pa diskutim. Jam e kuptoj. Jo, ke të drejtë dhe po themi punëdhënësi, kjo është qasja ime personale se këto nuk është se janë të parashikuara, le të themi ti ke parimin e mos diskriminimit që e ke. Pikërisht. Këto janë shkaqe që bien dakord dhe ç'a ndodh? Punëdhënësi ka detyrimin mos të diskriminojë në lidhje me këtë fakt. Dhe përsa ai ka mundësi të krijojë kushte, le të themi, në ambientet e tij, por kur kjo është e pamundur, të pastaj edhe vetë punëmarrësi duhet të jetë koshient që nuk është se punëmarrësi po rrin në zyre dhe nuk po i krijohet një ambient i posaçëm. Pse jo të krijohet një ambient i posaçëm? Sepse fund ditës janë gjëra thellësisht shpirtërore që nuk kanë pse penalizohen. Por kur nuk janë kushtet dhe nuk ekziston detyrimi i punëdhënësit që të krijojë kushtet për çdo lloj besimi fetar që ai ta ushtrojë edhe në orarin e punës. Kështu që jam dakord me ty, po e thash edhe një herë, po e përsëris. Prandaj po i bëjmë këto dhe prandaj unë gjykoj që është nevojshme të bëjmë këto lloj kurse, që njerëzit kuptojnë
rëndësinë e kontratës punës. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme që duhet ishte në kontratë punës, sepse kjo është gjatë gjithë vijimësisë së marrëdhënies punës, nuk është se do ndodhi një muaj. Ti do i kesh gjithmonë këtë. Dhe ai mund ta bëni fare mirë në kontratë, që dita e premte do jetë pushim dhe do ta zëvendësoj me një ditë tjetër, apo dita e premte do jetë 4 orë dhe ai këto 4 orë do t'i zëvendësoj gjatë javës. Pra këto janë gjëra shumë kryesore, sepse ke të bësh me 1/5 e javës punës. Dhe nëse ai në fillim ka rënë dakord që po ti ditën e premte mund të shkosh të kryesh adetet e tua fetare, dhe pastaj ka parë që fluksi i punës është rritur dhe nuk i shkon më përshtat kjo lloj zgjedhje, detyrimisht ti sa kohë nuk e ke të shkruar në kontratë, nuk mund pretendosh që më shkelur mua e drejta për ta bërë, se siç ja thash edhe vajzës, punëdhënësi ka të drejtë, ka detyrimin që mos të cënojë dhe diskriminojë për arsye fetare, apo dhe gjinore, apo të ndryshme, por nuk ka detyrimin e drejtë për drejtë. Nuk ka detyrimin e drejtë për drejtë që ty të krijojë kushte të favorshme. Pra, nëse ekziston një ambient që mund ta bëj pa diskutim, pse jo? Por si në rastin e vajzës që po thonte që agjendja tregtare donte të kryente të gjitha, po edhe ky rast pavarësisht se nuk është identik i ngjashëm, por ashtu është, sepse ti po thua që unë një ditë pune do mungoj sepse dua të shkoj në kish apo në xhami. I ke pushim, po. Në kontratë. Po, orari zakonshëm. Sepse pikërisht pra sepse çfarë ndodh? Sepse në këtë rast punëdhënësi ti ke munguar, në këtë rast punëdhënësi e përdor dhe thotë që mungesa pa justifikuar nga puna. Ti nuk e ke në kontratë që në këtë orar duhet të jesh diku. Nuk e ke në kontratë që ti këtë orar e ke pushim. Si? Po mund të jetë rënë dakord gojarisht, por rënja dakord gojarisht nuk ka asnjë lloj vlere. Prandaj 45 minutshin. Po dhe edhe diçka, edhe orari i pushimit është mirë që të jetë parashikuar në kontratë. Ose të jetë paktën fasha orare parashikuar në kontratë që pushimi i ditës do jetë nga ora kaq në orën kaq. Sepse ti mund thua që kam një orë, po këto orë ai vendos ta marrë në orën që ka më shumë fluks, për shembull e zon punëmarrësi, apo dikush vendos ta marrë në orën 9 të mëngjesit, pavarësisht se ku diku thotë që jo më para se 3 apo 4 orë nga fillimi i punës, tani nuk e mbaj mend fiks. Po. Gjithsesi, raste si ky mund të ketë pafund që lidhen jo vetëm me fen, por mund të lidhet që dikush ka për të marrë fëmijët nga shkolla në atë orar, për i çuar në shtëpi. E mira është të gjithë kur ti ke kërkesa specifike për orarin, për marrëdhëniet e punës, duhet punëmarrësi në çdo rast të lobojë për veten e tij që këto të parashikohen në kontratë, sepse nuk i kushton asgjë edhe burimeve njerëzore apo dikujt të bëjë një ndryshim të vogël në kontratë sa kohë që normalisht palët bien dakord. Tani unë shumë shkurtimisht këto, sepse u zgjatëm pak me këto, por normalisht të merr dhe rrjedha e diskutimit dhe dua që të shikojmë pak aktet, se ajo është gjëja më e rëndësishme, të shikojmë pak një kontratë pune, edhe vendimin për largimin nga puna. Po flisim për shkaqet paarsyeshme, e lam tek motivet e antarësimit, në rast se kemi antarësim në sindikata, pra nuk mund bëhet antarësimi në sindikat shkak për zgjidhjen e marrëdhënies punës, ku bëhet në kundërshtim me nen 144 që lidhet me këtë shkaqe të paarsyeshme, kur kontrata e punës zgjidhet se provohet, domethënë kur kontrata, atëherë, ky është rast i veçantë. Në rast se punëmarrësi nuk paraqitet të punë për 7 ditë, atëherë punëdhënësi mund ta zgjidhë kontratën e punës me efekt të menjëhershëm. Dhe në këtë rast do të konsiderohet zgjidhje për shkaqe të arsyeshme. Pra nuk do të konsiderohet se është zgjidhur menjëherë pa ju bërë njoftimi apo ti dhe në këtë rast që ai nuk paraqitet në punë, ti njoftimin për takim do t'ia dërgosh me postë. Pra nuk mund ta bësh thjesht vendimin direkt, e mira është ta bësh njoftimin. Ti dërgosh njoftimin edhe vendimin pastaj t'ia dërgosh brenda afateve të përcaktuara, pra ti ta ndjekësh procedurën, pavarësisht se ai nuk paraqitet në punë. Ti do përdorësh mjetet që ke në dispozicion për të bërë të mundur njoftimin e tij që shikon se po merret një vendim ndaj teje. Pra hajde paraqitu, hajde flasim.
hajde ta diskutojmë dhe pastaj do i çosh vendimin. Pra, pavarësisht se ai nuk është paraqitur, nuk do të thotë që ti nuk ke detyrimin që të bësh njoftimin më pas takimin. Ti e njofton, pastaj paraqitet apo jo, është çështja e tij. Kemi padia për zgjedhjen e padrejtë. Kullosi, më falni, jo, edhe padia, po kemi edhe periudhën, se harrova të flisja pak për periudhën. Punëdhënësi nuk mund të zgjidhë kontratën e punës gjatë periudhës që punëmarrësi është me pagesë pa aftësie të përkohshme, pra nëse ai po merr ka një raport mjekësor, le themi, për 2 muaj, ti nuk mund të marrësh zgjidhjen e kontratës sepse ka munguar nga puna, apo kur është në lejen e shtatzanisë që jepet, apo kur është me pushime të paguara, pra punëmarrësi nuk mund të jetë me pushime ti të lajmërosh që po largohesh nga puna, unë kam marrë vendim ndaj teje. Ky afat gjithmonë, më falni, nëse ka nisur pra afati, nëse ti e ke njoftuar një ditë që je i larguar nga puna, ke kaq periudhë do qëndrosh 2 muaj, dhe brenda kësaj periudhe 2 muaj ndodh që ai merr një raport. Kjo periudha 2 muaj nuk ecën më, kjo stopohet në momentin që sillet raporti, apo në momentin që le të themi fillojnë pushimet. Pushimet është rast që nuk mund të ndodhi sepse normalisht nuk do t'i japi pushimet punëdhënësi gjatë asaj periudhe, po kryesisht kjo pjesa e raportit. Pra nëse ti ke njoftuar vendimin për përfundimin e marrëdhënies punës dhe ai duhet të rri, le të themi, dhe 2 muaj. Brenda këtyre 2 muajve, në muajin e parë, po themi, ai merr një raport. Ky 2 muaj shpezullohet. Pra aq kosa është raporti. Do thotë nëse raporti është një javë do shtyhet edhe një javë më tepër, apo nëse është 1 muaj do shtyhet edhe 1 muaj më tepër. Dhe tani te kryesorja. Shpërblimet që mund të merren në rastin e zgjidhjes së padrejtë të marrëdhënies punës. Gjithmonë këto shpërblime vendosen nga gjykata, pra kodi i punës jep deri në maksimum, le të themi, por gjykata i vlerëson rast pas rasti. Për shembull, një rast po them që gjykata mund të marrë parasysh në dhënien e shpërblimit për shembull për shkaqe të paarsyeshme, ishin ato shkaqe që listuam, pjesëmarrja në sindikata, pretendime nga kontrata e punës, drejt kushtetuese, është deri një vit pagë. Kjo nuk do të thotë që në çdo rast do merret një vit pagë. Një vit pagë mund të merret në raste që janë shumë flagrante, në raste ku kemi të bëjmë për shembull me një person që e ka të vështirë të gjejë një punë tjetër brenda një afati të shkurtër sepse është në moshë të madhe, apo në rastet ku kemi të bëjmë me rrethana sociale, pra është një prind që ka fëmijë të vegjël, apo ka detyrime të tjera. Këto janë të gjitha raste. Kryesorja normalisht është shkelja, sa më flagrante të jetë shkelja e punëdhënësit, por gjykata vlerëson dhe këto rrethana të tjera sociale, po themi në thonjza. Mosbatimi i procedurës së njoftimit, që thamë është kjo, dërgimi i njoftimit, zhvillimi i takimit, shpërblet me pagë të barabartë deri në 2 muaj, ose më saktë pagën e 2 muajve. Zgjidhja e kontratës për shkaqe të paarsyeshme është deri në 1 vit. Për mos respektimin e afateve të njoftimit, që do të thotë ky 2 javëshi, 1 muajshi, 2 muajshi, shpërblimi që merret është për aq muaj sa do duhet të ishte njoftuar. Për shembull, se kjo duhet shpjeguar pak në praktikë. Në rast se është zgjitur një marrëdhënie pune që ka zgjatur nga 2 javë deri në 6 muaj dhe afati njoftimi duhet të ishte 2 javë, pra ai duhet të kishte qëndruar edhe 2 javë të tjera në punë, por ti e ke ndërprerë më njëherë, ai do marrë dhe pagën e atyre 2 javëve. Apo në rast se do ishte 1 muaj për shembull dhe pagën e atij 1 muaj. Kjo është ideja, që nuk e ka të përcaktuar fiks, por në varësi se sa do duhet të ishte afati njoftimit. Në maksimum është 3 muaj, sepse 3 muaj është afati maksimal i njoftimit, mbi 5 vite punë. Për kontratat e punës që kanë zgjatur, për marrëdhëniet që kanë zgjatur mbi 3 vite, konsiderohet vjetërsia në punë, që do thotë 15 ditë page për çdo vit pune që ai ka kaluar tek punëdhënësi. 15 ditë, nëse ai për shembull ka punuar 10 vite, llogaritet 5 muaj pagë bie që të marrë si shpërblim. E rëndësishme është shumë afati për ngritjen e padisë. Afati për ngritjen e padisë është brenda 180 ditëve. Pra brenda 3 muajve, në rast të zgjedhjes së paarsyeshme të kontratës, punëmarrësi mund të t'i drejtohet gjykatës. Megjithatë, ai mundet që mos e marrë dijenin menjëherë që kontrata është zgjitur për shkaqe të paarsyeshme, apo mund të mos jetë edhe mund mos ketë marrë njoftimet për shembull. Mund të mos jetë në dijen të gjithë situatës faktike, edhe të mos e di që duhet shkojë në gjykatë brenda 180 ditëve se nuk i di të gjitha faktet. Në momentin që ai vihet në dijen të këtyre fakteve, atëherë brenda 30 ditëve nga zbulimi i shkakut të paarsyeshëm, ai duhet të drejtohet gjykatës me padi. Kjo ishte u zgjatë pak te ana teorike, por mendoj që ishte e nevojshme sepse që të kuptojmë aktet,
është domosdoshme që të dim procedurën një herë, mbase këto programet financiare për që i keni bërë janë më të thjeshta, sepse futesh në programe dhe kurse ana ligjore e ka të domosdoshme. Tani, unë përveç, po më thuaj. Po. Ngrihet padia, nuk ka rëndësi sepse nuk ka asgjë. Çfarë lloji kompanie është? Nëse është SHPK, është pak e vështirë, po ndodh kjo që në momentin e likuidimit të kompanisë. Po, po. Po. Këto unë duhet parë, po kjo është pushim kolektiv nga puna dhe pikërisht dhe duhet parë kontrata kolektive se si e parashikon. Megjithatë, po, por kompania është mbyllur tashmë. Jo, ose inshallah ose po. E rëndësishme është që në momentin që do mbyllet për shembull kompania, çfarë ndodh në momentin që një kompani kalon në fazë likuidimi, që them që edhe këto mund ta bëjmë një trajnim sepse është shumë interesante. Në momentin që kalohet në ose falimentim ose likuidim ka një radhë preferencë për le të themi pagesat, kreditorë preferencial, si bëhen pagesat dhe paga dhe punëmarrësve janë ndër të parat, apo pretendimet që lindin nga paga dhe zgjidhjen e padrejtë të marrëdhënieve të punës janë ndër të parat dhe vinë edhe para shpërblimeve të tjera pikërisht. Marrëdhëniet e punës janë kryesoret, sepse nga karakteri social që ato kanë dhe nga rëndësia që kanë, sepse ke të bësh me punëmarrës, ke të bësh me familje, ke të bësh me njerëz që nga ajo pagë mund të varen, edhe legjislatori jonë e ka parashikuar në këtë mënyrë. Tani për rastin konkret të bashkë duhet parë kontrata kolektive e punës, sepse po ta vësh shpesh herë edhe ligji ka referencë kontrata kolektive. Nuk ka se ku t'ja drejtoj përmbaruesi. E kuptoj. Këto janë rastet më fatkeqe le të themi që mund të ndodhin në drejtësi, se janë edhe raste që ndodhin, nuk e çfarë bën. Po. Pa diskutim. Po, e kuptoj. Për të paguar pa diskutim, por këto janë raste të zakonshme që ndodhin në Shqipëri fatkeqësisht. Në rastin ka pyetje në WhatsApp? Te timse? Kam një rast që nuk kemi një kontratë pune dhe nuk ka paguar as sigurime dhe punëmarrësi as pagat. Atë momentin kanë bërë një kontratë me pagesë minimale 80.000 lekë në muaj, si më tërë pagesën në panë që kanë bërë ndjekje. Do me thënë që ta kuptoj, Marsida ka bërë një pyetje dhe thotë, ka një rast që nuk kemi kontratë pune dhe nuk ka paguar as sigurimet e punëmarrësit dhe pagat. Ato për momentin kanë bërë një kontratë me pagesë minimale 70.000 lekë në muaj. Pagesa 70.000 lekë në muaj, nëse është kontratë pune, është e pavlefshme sepse kemi një pagë minimale aktualisht që është 400.000 lekë. Po 420.000 lekë në mos gabohem. Kështu që kjo kontrata 70.000 lekë në muaj çfarë është bërë? Domethënë njëjë detyrimi është marrëveshje. Është marrëveshje. Nëse nuk e derdh pagesën në bankë, dhe këtë pagesë njëjë detyrimi, okay. Atëherë kjo njëjë detyrimi, kjo është bërë në noter? Nëse është bërë në noter, atëherë, nëse është bërë në noter,
Po kam përshtypjen është bërë e njëanshme, pra njëjë e detyrimi vetëm nga pala. Nëse është bërë e njëanshme, kjo përbën direkt titull ekzekutiv. Që do të thotë, këto një ndër titujt ekzekutiv janë dhe deklaratat notariale që përmbajnë detyrimin në të holla. Dhe çfarë ndodh në të tilla raste? Momentin që ke një njëjë detyrimi, ti këtë njëjë detyrimi ja e dërgon në gjykatë bashkë me kërkesën për lëshim urdhër ekzekutimi. Gjykata e shqyrton në kërkesë do paraqesësh faktet, pse ka lindur ky detyrim, mbi ç'baza, do ata çosh edhe, më fal, se po lexoj pak pyetje. Po më thënë përgjigjem vajza. Atëherë që po thoja, me këtë deklaratë notariale për njëjë detyrimi mund t'i drejtohesh gjykatës për kërkesë lëshim urdhër ekzekutimi. Në momentin që gjykata lëshon urdhrin e ekzekutimit, me atë urdhër mund t'i drejtohesh një përmbaruesi dhe të bësh ekzekutimin e detyrueshëm në rast se ai, le të themi, nuk bën ekzekutimin vullnetar pas njoftimit të përmbaruesit. Po që në rast se ke një deklaratë të njëanshme gjithmonë, sepse në rast se kanë firmosur të dyja palët, atëherë ka një vendim gjykatës lartë që thotë që nuk mund të konsiderohet si deklaratë notariale titull ekzekutiv. Nëse është e njëanshme dhe nëse përmban njëjën e plotë detyrimit, mund të drejtohesh gjykatës. Drejtohesh gjykatës me kërkesë për lëshim urdhri dhe pastaj përmbaruesit për të ekzekutuar në praktikë. Jo, nuk janë titull ekzekutiv, sepse konsiderohet marrëveshje. Edhe prandaj them, jo është kontratë marrëveshje, edhe kjo më po pra, nëse është firmosur nga të dyja palët, atëherë jo. Se prandaj po e pyes që nëse është e njëanshme, do të thotë kush e ka firmosur në fund, nëse ka vajtur vetëm pala që ka vajtur te noteri dhe ka thënë që unë X-it kam një detyrim në kaq lek, atëherë po mund përdoret si për kërkesën për lëshim urdhër ekzekutimi, po në rast se është marrëveshje ka firmosur të dyja palët, atëherë jo. Atëherë nuk mund të, atëherë do duhet jo. Nuk ka vendim të gjykatës lartë, madje do ta gjej dhe do t'ua dërgoj vendim unifikues për këto. Jo. Atëherë si funksionon, se u futëm komplet në fushë tjetër dhe duhet të tregoj çik kontratën e punës. Këto kanë nevojë për kurs më vete. Këto titujt ekzekutiv. Ç'o ndodh? Se konsiderohet titull ekzekutiv në momentin që është e njëanshme, sepse pala me vullnetin e saj, pa jo, ato nuk janë pavlefshme, thjesht nuk përbëjnë titull ekzekutiv. Po pa diskutim. Po patjetër. Pikërisht, nuk janë të pavlefshme. Thjesht është rruga pak më e gjatë. Jo. Atëherë dallimi kryesor ku është? Titulli ekzekutiv, do të thotë dhe për ato që nuk janë juristë, titull ekzekutiv është një akt me të cilin pranohet që është marrëdhënia është e konkretizuar, domethënë detyrimi është i konkretizuar, nuk është nevoja që gjykata i futet dhe të bëjë shqyrtimin, kjo është ideja. Dhe pse deklarata e njëanshme mund të konsiderohet titull ekzekutiv, sepse është vetë pala, pa u ndikuar nga asnjë lloj faktori apo rrethane, që shkon para notarit dhe thotë po, unë kam të detyrim ndaj palës X. Por kur firmos dhe pala tjetër, ajo kthehet në marrëveshje pastaj. Ajo kthehet që të dyja palët po merren vesh që kemi të detyrim dhe nga kjo nesër pas nesër mund të lindin shumë mosmarrëveshje, sepse ai mund thotë që unë firmosa duke qenë i kanosur, unë firmosa sepse pala tjetër më tha kështu apo më tha ashtu, apo u vendosën këto kushte, që ajo të konsiderohet titull ekzekutiv, duhet që pala me vullnetin e saj, pala le të themi debitor me vullnetin e saj, pa u ndikuar nga asnjë lloj rrethane, të shkoj para noterit dhe të deklarojë që unë kam këtë detyrim dhe ndaj X-i dhe do ta shlyej. Kaq. Nuk është nevojshme të përmbaj le të themi do përmbaj dhe shkaqe pa diskutim se ka lindur këtë detyrim. Kjo është shumë e gjerë edhe mendoj që edhe orën e fundit mund bëjmë dhe një diçka të tillë. Por në rastin se kanë firmosur të dyja palët, atëherë ajo kthehet në një marrëveshje dhe ti mund të drejtohesh gjykatës, por në bazë të marrëveshjes, jo për direkt titull ekzekutiv, do i drejtohesh me kërkesë padi gjykatës në këtë rast. Që nuk është se ty të cënohet e drejta që ti po pretendon në këtë rast, domethënë nuk është se të cënohet mundësia për të drejtuar gjykatës, thjesht është një rrugë pak më e gjatë se sa kërkesa për lëshim urdhri.
Tani të shikojmë pak aktet e tjera, sepse na ka ngelur dhe shumë kohë. Atë të shikojmë një vërejtje, se si bëhet një vërejtje. Pak a shumë këto kanë të njëjtën logjik, pra e njëjta logjik, po më thua, jo, mos e vrit mendjen. Po. Tani. Jo, e kuptoj. Juve keni ligjin për nënpunësin civil, dhe me sa di unë dhe ligji për nënpunësin civil pak a shumë përmban këto vërejtje me shkrim, vërejtje me paralajmërim edhe largim nga detyra. Si formate e thash që në fillim, formatet në rast se nuk e keni të përcaktuar, ju që jeni në shtet paktën, nëse nuk e keni të përcaktuar një format fiks, ju duhet jeni më preciz në pjesën e legjislacionit, pa diskutim, të citoni ligjin për nënpunësin civil ku nuk mund të citosh kodin e punës në rast se ti je me emërim, po themi, por që nuk ka ndonjë penalizim apo kufizim mbi të gjitha, as penalizim siç është fjalë e gabuar nga ana ime, nuk ka ndonjë kufizim për t'i përdorur. Sa kohë ti përmban faktet, ke bazë ligjore dhe të gjitha, mjafton të jetë formalisht, le të themi, po çosh dhe kodin e procedurave administrative, kur flet për një akt administrativ për shembull, mjafton që të jenë ato elementet formal, rrethanat, baza ligjore, një analizë pse këto rrethana përputhen. Në fakt, do marr shumë pak 2 minuta për të folur vetëm për metodën Irak. Metoda Irak është një metodë që përdoret qoftë për të dhënë për të bërë kërkesë padi, qoftë për të bërë memo ligjore. Metoda Irak do thotë Irak në anglisht. Information, rule, analysis dhe conclusion. Që kjo ju shërben për çdo lloj akti ligjor që do bëni. Mendimi juridik shpreh shumë qartë në atë lloj mënyre. Pra, informacioni, rregulli i përgjithshëm që ekziston legjislacioni në këtë rast, analiza e legjislacionit me rastin konkret dhe konkluzionet në fund. Nëse përdorni këtë lloj strukturimi, atëherë nuk gaboni në atë që shkruani, sepse është e vështirë ta krijosh aktin nga zero, nuk di nga t'ia nisësh, nuk di nga ta bësh. Nuk kemi, po. Po. Normalisht, ju që jeni në shtet duhet keni parasysh edhe elementet të tjerë formal që përmban shteti, pra vula, firma e personit autorizuar, sepse shkakton pavlefshmëri relative ose absolute pastaj sipas rastit. Atëherë, po shikojmë një format vërejtje, pam një format ftesë për takim. Siç thash, do ta vini re që në këto aktet është pak a shumë logjika e analizës Irak, sepse është analizë që nuk gabon, më thënë, jep informacionin, jep rregullin e përgjithshëm, bëj analizën dhe konkluzionin. Atëherë, i drejtohet punonjësit. Dhe lënda është masë disiplinore, vërejtje me shkrim, masë disiplinore, vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, apo pezullim nga detyra, po themi për X ditë. Në rastin e pezullimit nga detyra keni parasysh që duhet të jetë parashikuar në kontratë për sa ditë, sepse pezullimi është pa të drejtë page. Dhe në rast se ti e ke përcaktuar në kontratë që pezullim deri në 5 ditë nga detyra nga puna, nuk mund ta bësh 10 ditë pastaj pezullimin. Pra aq sa e ke të parashikuar në kontratë. Do paraqisni faktin lidhje me marrëdhënien e punës, siç thash, kjo është standarde në çdo rast. Sugjerimi im është që të jetë, pra të citohet kontrata e punës, citohet pozicioni i punës, citohen 2-3 përgjegjësi kryesore që mund të ketë pasur, rrethanat dhe faktet që kanë të bëjnë me shkeljen e kontratës, pra në moment që ju doni të jeni një vërejtje ka ndodhur diçka, ku ka ndodhur ngjarja, po themi, apo veprimi apo mos veprimi i që punonjësit, sepse shkeljet neve nuk i kemi vetëm me veprime, pra ai nuk është se gjithmonë do ndodhi që ai ka bërë diçka, mund të jetë mos veprim. Pra ai punonjësi ka pasur detyrim për shembull për të dërguar në zatime X bilanc apo diçka të ngjashme. Nuk e ka bërë, kjo konsiderohet mos veprim. Nuk e ka bërë, është po një lloj sikur në rastin ku ka bërë një veprim aktiv, po themi. Do shpjegohet ngjarja me detaje, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, e rëndësishme është që kur ndodhi ngjarje në ambientet e punës, për shembull, mund të ndodhi një konflikt mes punëmarrësve që mund të bëhet shkak për vërejtje pastaj. Mund të ndodhi po themi, një aksident në vendin e punës për cilin
ka qenë punëmarrësi fajtor apo e bën me dashje, duhet mbajë një proces verbal në vend, që do të thotë ti në këtë proces verbal shkruan në datën kaq ndodhi kjo ngjarje, ishin punonësit edhe persona që kanë qenë dëshmitar duhet ta firmosin këtë proces verbal. Është shumë e rëndësishme kjo për të vërtetuar ngjarjen, sepse ne mund të themi që ka ndodhur ngjarja, por duhet të kemi një akt vërtetues. Nga gjithë ky kurs mbani mend vetëm një gjë që është shumë e rëndësishme. Çdo gjë duhet të jetë dokumentuar. Çdo hap, çdo vërejtje, çdo njoftim, edhe njoftime të ndryshme që mund t'i jepen punëmarrësit për kryerjen e detyrave të tij, për lloj gjë duhet të jetë dokumentuar. Nëse është dokumentuar, shanset që të kërkohet shpërblim dhe të merret nga gjykata janë më të pakta pastaj. Pastaj nëse kanë qenë kaq të parasyshme është e pashmangshme, por siç thash, paraqitjen e fakteve që përbëjnë shkeljen, pse këto fakte përbëjnë shkelje, referuar kontratës punës apo kodit punës, pra ju do të thonë konkretisht se ku parashikohet kjo shkelje në kontratën e punës. Parashikohet në këtë nen, sepse thuhet që nëse ti bën këtë veprim, atëherë shkelje, referuar dhe kodit punës për raste që kanë të bëjnë me parimet më shumë apo le të themi konceptet themelore. Dhe i thuhet që bazuar në shkeljen tuaj të nenit kaq të kontratës punës, të nenit kaq të kodit punës, bazuar në masat disiplinore që keni marrë në raste, sepse thash mirë është që të bëhet në mënyrë progresive, pra të merren një herë masat dhe pastaj të kalohet në shkëputjen e marrëdhënies, bazuar në masat në të gjithë elementët pra ligjor që çojnë në këtë vendim. Është marrë ndaj jush vërejtje me shkrim, pezullim nga puna, vërejtje me paralajmërim nga puna. E rëndësishme është që punëmarrësit t'i thuhet edhe sa kohë do të qëndrojnë në dosjen e punës kjo, pra 1 vit apo 6 muaj, sepse në rast se ai kërkon një vërtetim që nuk ka vërejtje, ai duhet ta di që sa kohë do të qëndrojë kjo vërejtje në dosjen e tij personale. Kjo ishte vërejtja. Tani, në mënyrë të ngjashme, pak a shumë do thoja një lloj, por duhet të jetë shumë i detajuar dhe shumë i precizë është vendimi për ndërprerjen e marrëdhënies punës. Shumë shkurtimisht që të kalojmë pak te kontrata, se është më e rëndësishme. Edhe kjo të njëjtin format le të themi, vendim për shkëputjen e marrëdhënies punës, ndërprerjen e marrëdhënies punës, me afat ose pa afat, ose me njëhershme, nëse rasti do jetë me njëhershme, duhet ta citoni ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënies punës. Paraqitjen e rrethanave dhe fakteve. Këtu pastaj duhet të zgjateni në kuptimin e thjeshtë të fjalës, por duhet të jeni shumë të detajuar dhe preciz çfarë ka ndodhur, ngjarjet, vërejtjet që janë marrë, shkaqet, takimin, duhet të referoheni te takimi që u bë takimi, ju paraqitet këto fakte, megjithatë këto fakte bien poshtë për 1, 2, 3 arsye, domethënë tek vendimi përfundimtar duhet të jeni shumë të detajuar. Duhet të gjitha faktet që ju mendoni që kanë ndikuar në këtë marrëdhënie pune dhe në zgjidhjen e saj duhet i përmendni. Masa disiplinore ti listoni të gjitha dhe bazuar në sa më sipër do thoni që bazuar në nenet e kontratës që janë shkelur, nenet e kodit punës që janë shkelur, masa disiplinore që janë marrë, sepse thashtë ajo e kaluara këtë me idenë që po bënim vendimin për ndërprerjen, por e kisha për këtë që në vendimin e zgjidhjes së kontratës punës duhet të listoni të gjitha masat disiplinore që janë marrë. Kemi vendosur që të ndërpresim marrëdhënien e punës me ju, është në rast se do jetë me njëhershme, do thoni që shkelja ka qenë e rëndë që ka cënuar parimin e mirëbesimit, ka cënuar besnikërinë ndërmjet palëve, e ka bërë pamundur vijimin e marrëdhënieve të punës dhe si pasojë kemi vendosur zgjidhjen e marrëdhënieve të punës. Tek vendimi i zgjidhjes është shumë e rëndësishme data e hyrjes së tij në fuqi, do thoni që hyn në fuqi më njëherë apo hyn në fuqi e zëmë është e shtunë të hënën, po e mira është, domethënë standardi është hyn në fuqi më njëherë. Hyn në fuqi më njëherë dhe në respektim të 143, marrëdhënia përfundon, 143 është neni që përmban afatet, përfundon në datën kaq, pra 2 muaj, 1 muaj sa do jetë afati i njoftimit. Dhe thua kontrata individuale punës dhe marrëdhënie financiare do të ndërpriten në datën X që i bie data e llogaritur me afatin. Brenda këtij afati duhet të shlyen ditët, domethënë duhet të konsumohen ditët e lejes vjetore të zakonshme. Ka biznesi që këto ditë leje i kalojnë në pagesë, në rast se bëhet ndërprerja menjëhershme ajo kalon në pagesë përgjithsisht, por në rast se kur është ndërprerje e zakonshme, atëherë konsumohen gjatë periudhës së 2 muajsh apo 1 muaj apo 2 javë që bie të qëndrojë. Tani të shkruajmë pak edhe kontratën e punës, është rëndësishme edhe këtë si dram do t'ua kaloj.
dikush unë kam marrë një draft të kontratës, cilin e gjeni dhe online, për efekt që të mund t'ua kaloj, sepse unë tek puna ime kam shumë drafte shumë të specializuara, po ato janë sekret tregtar. Që mora këtë draftin që t'jetë thjesht edhe t'ua kaloj juve, edhe ta keni për çdo lloj rasti në rast se do ju duhet. Shumë shkurtimisht kontratën, meqense nuk kemi dhe shumë kohë, do ndalemi te elementet kryesor, do thuash mbështetur në legjislacionin, po kjo nuk është se është e domosdoshme. Dhe palët, siç thash, e rëndësishme është që për subjektin tregtar të individuohet me të dhënat kryesore, NIP-in, adresën, Selia, në këtë sens e kisha përfaqësuesin ligjor të tij, domethënë administratorin, në rast se dikush vepron me autorizim për lidhjen e kontratave të punës. Bizneset veprojnë me autorizime, nuk kanë nevojë të bëjnë në prokurë të noterit. Do thotë administratori lëshon autorizimin edhe për shembull shefi zburimeve njerëzore, përgjithsisht, po që zakonisht firmosen nga vetë administratori i kompanisë. Punëmarrësin, të dhënat kryesore, këto i biri e bija nuk është se janë të nevojshme, po themi, janë thjesht mjafton të kesh ID-n, datën e lindjes dhe vendlindjen. Unë preferoj që në fillim, sidomos kur bëhet kontratë me afat. Kur bëhet me kontratë me afat, e mirë është që para nenit 1 për shembull, që po flasim për kushtet e përgjithshme, të shkruhen 2 rrethana, domethënë meqense punëdhënësi është kompani që operon për shembull në fushën e energjetikës dhe ka nevojë për punonjës. Meqense brenda këtij muaji do të zhvillohet një projekt ose brenda këtij viti do të zhvillohet një projekt 8 mujor për cilën kemi nevojë për specialist hidraulik, kështu, elektricist. Dhe meqense pala X punëmarrësi zotëron një diplomë profesionale që është, vendosen të lidhin të marrëdhënie pune. Domethënë e mira është kur kemi të bëjmë kontratë me afat, gjithmonë para nenit parë që mund të jetë, neni parë mund të fillojë edhe nga përshkrimi i punës apo ku dëgjon, po në rastin konkret e kemi kushtet e përgjithshme. Para se të fillojnë nenet e kontratës, është mirë që të shkruhet arsyeja pse po lidhet kjo kontratë me afat. Është mbështetur në lidhjen e marrëveshjes ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënës për rregullimin e kushteve të punës dhe përmbajtjen e drejtave dhe detyrimeve që palët do kenë, drejtat dhe detyrimet specifike. Kontrata e punës duhet të përmbahet kodit punës në gjërat themelore, pra të mos shkeli kodin e punës, megjithatë të drejtat që parashikohen në kodin e punës janë gjithmonë në minimal. Punëdhënësi mundet të parashikojë pushime më tepër, mundet të parashikojë të drejta më tepër, por asnjëherë të kufizojë të drejtat që parashikon kodi i punës. Normalisht këto janë referencat që i bën kodit punës, marrëveshjes kolektive, në rast se këtu do ketë marrëveshje kolektive, i thot palët do t'i referohen në rastin e mosmarrëveshjeve, le të themi, do t'i referohen kësaj kontrate, dispozitave të kontratës, dispozitave të kontratës kolektive në rast se do kemi të bëjmë me kontratë kolektive, apo kodit punës në çdo rast. Qëllimi i kontratës është normalisht punësimi i X-it për të ofruar shërbimin. Unë jam idesë që të shkruhet edhe jo shërbimi, sepse pas e kalojmë në kontratë shërbimi, po puna, detyra që do kryhet të punësohet, pra shoqërisë në pozicionin e agentit tregtar, po themi. Pikërisht, pranimi në punë edhe kush? Vendi i punës, po e tham, është në çdo rast, sepse pala, çfarë ndodh? Ideja pikërisht, prandaj thash që vendi i punës, ato elementet e domosdoshme që duhet përmbajë kontrata, vendi, paga, pushimet, pushimi ditor, pushimi javor, pushimet vjetore, procedura e marrjes ose më saktë cilat masa disiplinore parashikohen, si zgjidhet kontrata e punës, si duhet bërë njoftimi, të gjitha duhet parashikohen në kontratë, që dhe palët të jenë në dieni, po vendi i punës lidhet me faktin që unë sot mund të punoj në Durrës dhe nesër punëdhënësi thotë që ti do ikësh në Tropoj të punosh. Gjë që nuk është e përshtatshme dhe ai nuk mund ta përdori që nuk pranon të kryejë detyrat funksionale, kështu që po vazhdoj me zgjidhjen e kontratës. Dokumentat që duhet paraqiten për marrjen në punë, këto dokumentat e identifikimit, libreza e punës, certifikatat, kurset, trajnimet, të gjitha këto që nevojiten,
librizën e sigurimeve shëndetësore, tani këto janë dhe online, këto librizën e sigurimeve shëndetësore nuk e di në e aplikojnë më në praktikë. Po. Raportin për aftësinë punë, adresën e vendbanimit ose dokument tjetër të nevojshëm. Këtu kam parë që vendosin edhe dëshmi penaliteti, megjithëse kjo në një analizë që kam bërë me disa avokat të Serbisë dikur, thonin që të kërkosh dëshminë e penalitetit është një farë mënyrë diskriminim. Është diskriminim sepse një person mund të jetë i dënuar më parë, mund të jetë rehabilituar dhe ka të drejtën të reintegrohet në shoqëri. Po e kam parë që e kërkojnë shumë këtë dhe mund të pretendohet edhe për diskriminim në këtë rast. Po sepse ka qenë i dënuar? Po mirë, jo, në këtë rast ai mund të ngrijë një padi, sepse siç e vendosëm më lart që detyrimi i mos diskriminimit të detyrimet, kjo mund të jetë një ndër shkaqet e diskriminimit. Diskriminimi nuk është vetëm racor apo etnik apo gjinor. Diskriminimi mund të jetë edhe për shkaqe të tilla. Dhe absolutisht nuk mund të ishte dikush nga puna në rast se ka qenë i dënuar më parë, sepse ideja kjo është gjithë koncepti i dënimit është më pas rehabilitimi, jo. Nuk e di, në këtë rast kam frikë se mund t'ju vinë një padi nga hiçi. Dëshmia penalitetit nxjerr nëse je i dënuar. Tani ka filluar kërkojnë këtë, më fal se të ndërpreva, tani ka filluar kërkojnë edhe, sidomos në shtet, kërkojnë edhe vërtetim nga gjykata dhe prokuroria. Po. Gjykata dhe prokuroria ti shkon i merr për shembull tani, të nxjerr nëse je në hetim apo nëse je në një proces gjyqësor. E di pse e di çfarë ndodh? Ndodh ky gjë që përveç dënimit kryesor, se unë shikoj që do e kalojmë pak orarin, ndodh, e di pse mund ta kërkojnë, sepse gjykatët në rastet penale përveç dënimit kryesor me burg ose me gjop, mund të japin dhe dënime plotësuese. Dënime plotësuese për shembull janë heqja e të drejtës për ushtrimin e funksioneve drejtuese në kompani. Pra, ti mund të kesh tek dëshmia e penalitetit të del që ti ke edhe një dënim plotësues që 5 vite nuk mund të jesh administrator. Dhe këtë gjë nuk ka nga ta di një ortak për shkakun që do të marrë apo heqja e drejtës për lejen e automjeteve, të patentën me pak fjalë. Pikërisht. Kështu që mund të ketë disa elemente aty që janë të domosdoshëm për t'i ditur punëdhënësi para se të vijojë me marrëdhënien e punës, po prapë. Po. Jo, po. Pikërisht pra, kjo është ideja dhe pse e kërkojnë. Po tash është çik kontroverse si temë kjo në praktikë. Një mirë, pastaj ato nuk e gjykojnë dot, është dënuar kota po. Shiko, tute në Shqipëri është pa diskutim është paragjykimi, që dikush i dënuar pa dyshim është paragjykimi, por duhet të jesh shumë i kujdesshëm kur i referohesh ose i merr për bazë këto lloj rrethanash për shkëputjen e marrëdhënies punës, sepse mund të konsiderohet dhe si diskriminim. Nuk e di diku lexova që në vendet skandinave o në Suedi apo në Norvegji, patjetër, që shteti kishte marrë një iniciativë që personat e dënuar të cilët duan të kanë përfunduar dënimin, domethënë dhe duan të reintegrohen në shoqëri, punëdhënësit që do t'i merrnin në punë do t'i paguaj gjysma e pagës do ja paguante vetë shteti. Pra, kemi sisteme dhe sisteme. Pastaj i thash, rast pas rasti duhet pasur shumë kujdes me elemente të tilla sepse mund të bëhen pastaj shkak për shpërblime edhe për padi. Burimet njerëzore are not your friend. Burimet njerëzore nuk është
Jo domosdoshmërisht, sepse burimet njerëzore nuk merren vetëm me kontratat apo me, prandaj le të themi bizneset kanë departament ligjor, ka dhe departament burimesh, sepse departamenti ligjor ofron asistencën ligjore. Të një jurist, po dhe unë jam shumë dakord me këtë. Po, pa diskutim, po gjithmonë në kompanitë e mëdha sidomos, gjithmonë ekziston departamenti ligjor që ofron asistencë dhe burimet njerëzore para se të ndërmarrin çfarëdo lloj veprimi, le të themi për zgjidhjen e marrëdhënies punës, konsultohen me departamentin ligjor. Ok, po konsultove me shefin pastaj nuk e di se do jetë përfundimi. Kozgjatja e kontratës punës, që thamë që është element thelbësor në rast se do jetë kontratë me afat të caktuar, në rast se do jetë kontratë me afat pa caktuar, në rast se do jetë me afat caktuar, thamë që ta përmendim që në fillim ose mund ta përmendim edhe këtu, do të jetë me afat 8 mujor për shkak të këtyre rrethanave, afati i provës, domethënë sa muaj do të jetë në provë, jo më shumë se 3 muaj, dhe që duhet njoftohet brenda 5 ditëve, vendi dhe përshkrimi i punës, ku do të kryej ai detyrat day to day, domethënë çdo ditë ku do të gjendet, por mund të ndodhi për shembull që 3 ditë duhet të punoj në Durrës dhe 2 ditë në Tiranë, dhe kjo gjë duhet të jetë e parashikuar, pavarësisht se ai le të themi qendrën e ka në Durrës, që këtu e ka punëdhënësin dhe këtu do vi do raportoj, por duhet të parashikohet edhe sa ditë do jetë jashtë le të themi qytetit të selis kompanisë apo varet se ku do të jetë ai selim për të punuar. Detyrat, këto ishin detyrat që analizuam neve pak më parë të drejtat e detyrat, por edhe një gjë doja këtu te përshkrimi i punës. Që thash, përshkrimi i punës mund të jetë në kontratë, gjithsesi përgjegjësitë unë jam më shumë ide se të jeni një aneks të veçantë, që të mund të amendohet rast pas rasti pa u ndikuar dhe pa ju futur edhe një herë të ndryshosh kontratën e punës nga ajo në vetë është pjesë thelbësore e kontratës punës, kështu që edhe është edhe më e qartë kur e ke në detyrat, normalisht duhet të shfrytëzoj të gjitha aftësitë intelektuale, këto pastaj janë rast pas rasti të bëj përpjekje dhe duhet të tregoj kujdes në marrëdhënien e punës, mos i shkaktoj dëme e tjera me radhë, që këto do t'ju kaloj edhe këtë dhe i lexoni sepse janë gjëra që mund t'i lësh dhe kështu sepse janë shumë standarde ose mund t'i përshtasësh në varësi të llojit të kompanisë apo të punës që do kryhet. Ruajtja e konfidencialitetit dhe konfliktit interesave, dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme, sidomos në kompanitë që kanë të bëjnë, le të themi, me përpunim informacionesh konfidenciale. Për shembull, në një zyrë ligjore kjo është detyrishmëri e padiskutueshme që duhet të ruaj konfidencialitetin dhe shkelja e kësaj pastaj është një ndër ato dëme që folëm në fillim që mund të ngrej padi punëdhënësin ndaj punëmarrësit që ke shkelur detyrimin e konfidencialitetit më shkaktuar një dëm, por në rastin e konfidencialitetit ka një gjë shumë interesante, që ku pretendon cënimin e konfidencialitetit, duhet që punëdhënësi të vërtetojë dëmin që i ka ardhur. Pra aty duhet të ketë ardhur një dëm nga kjo, aty duhet ta vërtetosh para gjykatës që më ka ardhur një dëm. Nëse për shembull një punonjës i Coca-Colës, ajo konsiderohet sekret tregtar në fakt dhe është edhe mbrojtja është më e lartë, recetën e Coca-Colës shkon ja jep një kompanie tjetër, në këtë rast është shumë e lehtë të identifikohet dëmi, po jep tamam Coca-Colës. Por raste të ndryshme identifikimi i dëmit është çik abstrakte, është shumë e vështirë që ti thuash që mua më ka shkaktuar dëm kaq. Në këtë rast mund bëhet marrëveshje e veçantë. Pikërisht bëhet marrëveshje e veçantë dhe në marrëveshje të veçantë ti mund parashikosh edhe një shumë fikse, që në momentin që u vërtetoj që ti ke cënuar parimin e konfidencialitetit, atëherë detyrimi për të paguar X, që edhe kjo bëhet me vendim gjykata, absolutisht jo drejt për drejt, por që edhe gjykata e vlerëson që zbaton ato që palët kanë kërkuar në kontratë nëse e gjen të arsyeshme, nëse gjykata çmon se ti ke vendosur 50.000 euro për shkeljen e konfidencialitetit dhe pala nuk ka mundësi normalisht që nuk do i akordoj aq. Pronësia industriale, kjo kemi të bëjmë pastaj në rastet e kompanive që merren me shpikje apo prodhime të ndryshme. Këtu pikërisht këtu futet edhe sekreti tregtar, që sekreti tregtar është i parashikuar edhe tek ligji për tregtarë dhe shoqëri tregtare, po edhe ligji për pronësinë industriale, që do thotë në rast se kemi krijime, shpikje apo elemente të tilla që janë të rralla në praktikë themi drejtën, po që e mira është që të jenë në kontratë se nuk i dihet paga dhe detyrimet nga paga. Tani tek paga
paga fikse, tham, në rast se do të ketë bonus e shtesë, kjo skema e bonusit, pra si merret bonusi, një herë në sa kohë merret bonusi, rastet pse nuk merret bonusi, nuk e di tani sepse kjo varet se si mund të jetë lloji i tipologjisë punës që bëm. Sa herë në muaj do paguhet, mund të ketë që paguaj në çdo 15 ditë, mund të ketë pagesa një herë në muaj, brenda çfarë date, e rëndësishme është që të përcaktohet dhe data, ose afati, domethënë nga data 1 deri në brenda datës 5 për shembull, apo sepse pala duhet ta di se ku i kalon rroga, sepse është edhe sigurimet shoqërore shëndetësore që paguhen normalisht, koha normale e punës, pra sa 40 orë në javë, po themi një full time ose në varësi nëse është part time, pastaj 20 orë, ora e ditë, domethënë sa orë në ditë do punohet, sa do të jetë pagesa ekstra, sepse siç thash, e parashikon kodi i punës se sa është pagesa ekstra, por kjo nuk e kufizon punëdhënësin që të paguajë më tepër ekstra, po kur del ditët e festave të paguajë më tepër, të japi 100% më tepër për shembull. Nëse do ketë punë natën, gjithashtu kodi i punës parashikon pagesën shtesë. E mira është ja ta parashikosh që në kontratë në rast se mund të jetë një mundësi eventuale, po kompanitë pjesa më e madhe nuk është se kanë punën natën, por nëse e ke apo mendon se mund ta kesh, e mira është të jetë në kontratë, sepse nuk mund të kërkohet punëmarrësit që një ditë jetë paradite dhe të nesërmen t'i thuhet që shiko se unë do ta kaloj në orar, ty do punosh nga ora 4 deri në orën 10 për shembull. Nuk mund bëhet, prandaj saktohet dhe orari i punës. Pushimet javore, vjetore, festat zyrtare dhe pushimet e tjera, pra festat zyrtare janë pushim, sa ditë në vit do ketë pushime vjetore, pushimi javor kur do e ketë, pra do ketë shtunën dhe dielën, apo të hënën dhe të martën, apo sipas specifikat sipas llojit punës, pagesat nga sëmundje, që do të thotë këto raportet, sa paguhesh në ditët kur je me raport, janë dhe ditët që ti për shembull do të tregon se për kë mund të marrësh raport edhe nëse ke familjar të afërt, fëmijën, për shembull smur raporti të vlen, apo rrethin e ngushtë le të themi të familjarëve, mos gabon duhet të jenë paraardhësit, pasardhësit, kaq, ose mbase edhe njerëz me të cilët ti jeton, por kjo është gjithmonë rast pas rasti, domethënë vetëm për rrethin e ngushtë të familjarëve mund të aplikohet ky raporti. Po, deri në prit apo mbesat për shembull. Po, ato që janë në certifikatën familjare, po. Këto janë detyrime ndaj taksave dhe shërbulimeve shëndetësore shoqërore, por që se sa le të themi këto mund të jenë edhe të vjetra si përcaktime, sepse kanë ndryshuar tani së fundmi, kështu që unë do i bëj me të verë të heq fare para se t'ua dërgoj. Jo nuk është thjesht e domosdoshme që nuk është kriter domethënë që të jetë kontratën e punës, mund ta vendosësh për transparencë apo po nuk është se është e domosdoshme. Kushtet e punës, kushtet favorshme, kushtet e përgjithshme të ambienteve dhe gjitha, edhe kjo nuk është një element i domosdoshëm. Thash, elementet e domosdoshme janë ato që trajtua më parë, që i kishim të listuara. Ato, duke ditur, mjafton të kontratën e punës ta hartosh dhe nga zero, vetë pa pasur asnjë lloj drafti, vetëm duke pasur parasysh ato elementet kryesorë që duhet të ketë, ato i përkthen në nene konkrete dhe në çdo nen pastaj e analizon dhe e zgjeron sipas rastit konkret. Nuk duhet pasur frikë të mendosh out of the box në profesionin tonë. Është pak e vështirë se duhet të përmbahesh shumë mirë, po në rast se ti e shikon në ligj që duhen 1, 2, 3 elemente të lë mundësi interpretimi apo zgjerimi, mund ta bësh. Përgjegjësitë dhe sanksionet, pra cilat do të jenë përgjegjësitë, ato detyrime që folëm në fillim, dhe sanksionet janë këto masa disiplinore dhe po ta shikojmë këtu, ky ka të parashikuar këshillim, pra takime burimet njerëzore, do të fusim pak frikën, vërejtje me paralajmërim dhe largim nga puna pastaj. Tash mund parashikohen edhe të tjera këtu, sa kohë nuk bie në kundërshtim me masat e kodit punës që parashikohen.
Zgjidhja e kontratës. Këtu tek zgjidhja e kontratës mund të parashikohen shkaqet, sepse mundet që një kompani për shembull të ketë shkaqe shumë specifike. Kur flasim për zgjidhjen e menjëhershme, që të jetë një shkelje madhore, siç folëm, mundet që një kompani ta ketë konkrete shkeljen madhore. Pra, nëse ti si punonjës bën X gjë për cilën konsiderohet shkelje madhore për kompaninë, mund ta kesh parashikuar edhe në kontratë. Ato janë rast pas rasti. Kodi e parashikon shumë në abstrakt edhe lë mundësi që sipas nevojave të përshtatet pastaj në kontratë pune. Parashikon afatet e njoftimit, duhet parashikosh afatet e njoftimit, sepse afatet e njoftimit aplikohen dhe për punëmarrësit. Do thotë dhe punëmarrësi ka detyrimin të njoftojë po brenda atyre afateve. Po në rastin e punëmarrësit çfarë ndodhse? Nuk e kisha shënuar aty sepse kisha vendosur t'ua thoja kur të flisnim këtu, që në rastin e punëmarrësit, dhe nëse punëmarrësi nuk e zbaton, le të themi, afatin e njoftimit, maksimumi që mund të aplikohet ndaj tij në rast se e vendos gjykata është një shpërblim deri në 7 ditë pagë, pra që duhet i japi ai punëdhënësit në këtë rast. Po gjykata edhe mund ta uli këtë nëse vlerëson se rrethanat ose kushtet e tij nuk janë të tilla për ta mbështetur, le të themi, këtë masë. Siç thash, afatet që duhet njoftoj, procedurën, pra mund të parashikohet dhe që duhet drejtohet burimeve njerëzore apo si të jetë sipas rastit. Largimi nga puna, shkaqet e largimit nga puna, që mund të jenë ato që folëm më lart, por mund të jenë edhe specifike rast pas rasti, si ta gjykojnë më të arsyeshëm ato dhe pas llojit tipologjisë biznesit. Forcat madhore, kjo edhe mund parashikohet edhe jo, po në rastin siç po ndodh me Covidin, mira është të parashikohet një dispozit për forcën madhore, pra çfarë elementesh kontraktuale themi nuk do zbatohen apo çfarë elementesh kontraktuale mund të ndryshojnë në shkaqjet e forcës madhore. Gjithmonë një diçka që më kujtohet, çdo ndryshim në kontratën e punës bëhet me aneks dhe çdo ndryshim në kontratën e punës firmoset nga të dyja palët. Në rast të kundërt është pavlefshëm. Pra, kontrata e punës është marrëdhënie vullneti dhe si e tillë duhet të jetë deri në fund dhe çfarë lloj ndryshimi që të ndodhi më pas. Ndryshimet e kontratës, siç thash, bëhen me shkrim, me marrëveshje midis palëve, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, palët mund parashikojnë si ta zgjidhin pra gjykatën në cilës do i drejtohen, sepse si thash mund të jetë një kompani që ka zyra në Tiranë dhe në Durrës, mund vendosin cilës gjykate do i drejtohen për të zbatuar rregullat standarde të kodit procedurës. Njoftimet të ndryshme, për shembull ti do njoftosh që je smur, si bëhen njoftimet në çfarë rruge, emailin, po thash, kjo kontrata përmban më shumë elementë se sa ato që përmban kodi i punës. Kontratës mund të shtohen akoma dhe më shumë elementë se kaq, vetëm të mos bien në kundërshtim me kodin e punës, ose dhe mund të hiqen dhe të lihen vetëm ato që parashikon kodi i punës. Pra, sa kohë jemi në rregull me parashikimet e kodit të punës, mund të amendojmë, mund të shtojmë, mund të heqim ato që janë jo të domosdoshme, por jo të shkelim kodin e punës. Unë kaq kisha përgatitur për sot. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me sa folëm, apo qoftë edhe për çka mos na ka kthyer për gjë kjo, ja, mos na ka kthyer për vajza. Apo nëse diçka për javën tjetër që do doni ta trajtoni, edhe ju të online-it që jeni të heshtur sepse ju mbron ajo njuti, edhe diçka për javën tjetër që mund të kishit më shumë interes, unë kam menduar javës tjetër, meqense pash që edhe është e nevojshme mbase ta bëjmë, është të fokusohemi çik te titujt ekzekutiv, meqense në vetvete edhe debitorët lidhen shumë me titujt ekzekutiv, pra çfarë janë titujt ekzekutiv dhe kush përbën titull ekzekutiv dhe pse përbën titull ekzekutiv, dhe pastaj do ju tregoj gjithë procedurën, domethënë që nga zero, ai që në njoftimi që i bëhet fillimisht, sepse debitori duhet vihet në vonesë që quhet, pra ti ta njoftosh paraprakisht para se të vazhdosh me ekzekutimin, njoftimet që dërgohen fillimisht nga vetë kreditori, pastaj kërkesa që drejtohet gjykatës, çfarë dokumentash duhet përmbaj, që është shumë e rëndësishme, çfarë merret nga tatimet, çfarë merret nga noteri, kërkesa për lëshimin e urdhrit, do ta analizojmë gjithën, çfarë duhet përmbaj, si duhet të jenë të shprehura, çfarë duhet tjetër për autorizimin në rast se ti e çon në gjykatë dhe shkon një punonjës, domethënë çfarë lloj elementi deri në fundoren që ti ja ke dërguar dosjen përmbaruesit dhe ti je shpreh të kreditohen të ardhurat. Uroj t'ju ketë pëlqyer ora e sotme, edhe faleminderit shumë për prezencën.